Gjenga biznesmenet me të pasur të vendit besonte se po gjetonte dashurinë e madhe të gjetes se tij. Por në gjedishim i heshtur filoj t'i gerjen të mengjen, a i donte atë apo donte pasurinë e tij. I vendosur për të zbuluar të vërtetën, a i maskohet si lipes dhe shtiret si kur ka hëmburg gjithë qka. Përfshire në gje vajzë për të rritur. Reagimi i gruas në atë kafene elegante du të ndryshonte për gjithmon e fatin i zemres se tij. Leka Drini u zgjuan e gjashtet e mëngjesit kur Tirana ishte ende në gjume poshtet tij. Dritat e kujtetit pulsonin si gjete rene mbi asfaltin e lagur nga shiu i agimit. Ngjezet e dikate lartisi, drita re nga tavanit në dishemi, imensiteti i krye kujtetit shqiptar i shtrire para tij, si nje harti i gjalle mundesi shke nuk dukeshin se shtironin kurri. Ishte logji i pamgjes ke kushtonte nje pasuri dhe ke ai kishte pushuar se adhuruari prej kohesh. I mesuar si që behesh vetëm me ate ke zotiron prej vitesh pander prergje. 34 vjes, pasuri e vleresuar në me shume se 4 miliarde leke. Presidenti i grupit Drini, një konglomerat kë bashkonte kompani teknologje, agrobiznesi, infrastrukture dhe investimeshte shperndara në të gjithë Shqiperine. Më bjemri peshonte në qdo trajze biznesin e vend, dhe leka i kishte ndertuar një pjeset e mirete asaj peshe me duartive ta, duke trasheguar nga i ati një firme ndertimit e mesmit e duke transformuarate, në pak me shume se një dekade pune pa pushim. Në diçka koje rivalizonte grupet me te medha private kombetare. Kishte u zgjuar heret për vite me radhe, kishte refuzuar pushime, fungjava, lidhje kë kerkonin me shume sesa a dinte të gjepti. Kishte vendosur grupin mbi potuajt se gjitska, përfshire e të veten, dhe kishte arritur agje ku donte të arinte. I ati ishte larguar shume heret, kur leka ishte njëzet e divgjes të grupi ishte ende një firme i vogel pa emer të madh në Tirane. I ema gjetonte në Shkoder me shendit të ligesht, duke u kuqdesur nga një ekip ke ai e paguante pa u menduar dihere. Velej i taj me i vogel, Filipi, ishte inxhinier ndërtimi në Vlore, i martuar me Renaten, baba i një vajze 5 vjesare të Kvajtur Bjorta, të cilën leka e vizitonte sa here ke akshenda e lejonte. Ke nuk ishte kurre ak shpesh sa a i deshironte. Filipi ishte logji i burit ke gjeton mire me pak të kjo here pas hire i shite, leke me nje per zjergje admirimi dhe shketesimi kjo vetem njeve la i vogel ka kuksimin ta kete. Në një vizitete e fundit, ndersa e vogla Bjorta vraponte me spemeve të kopshtit, me floket bjonde të shpupuritur nga e raje dhe tit. Filipi i kishte të ne padorashka, ti i kete gjitha, leka, por une shketesohem ke nuk, ke asken vertit prane të gje. Jo dike kë kendron kur s'ken ndryshon. Leka ishte përgjiggjur se kishte Valentinen. Filipi kishte kendruar, ne heshtë një moment me gjate sesa ishte komode. Te pastaj kishte ndryshuar te me menje, buze kishte kë përmbante me shume gjera sesa fijale. Valentina me ta kishte hyre në gjetën, e taj 3 vjet me pare në një mbremgje gala në teatrine operas dhe baletit në Tirane. Fustan i kuk, shpatullat e zbuluara, një buze keshje kwe dukej e kurdisur për të smontuar mbrojtjen e burrave si ai. Vajza e një familje që të klases se mesme nga Elbasani, e diplomuar për komunikim në Universitetin e Tiranes, punonte si marrëdhënie me publikun në një agjenci eventesh në zonën e blokut, e bukur, artikuluar me atë sharmin e sakte dhe elegant të dikujt ke ka mesuar heret, të londrogja mire në çdo mëngjedis social. Ai ishte dashuruar në mënyre të sinkerte. Ose të pakten keshtu besonte. Muashte pare kishin kini nga ata ki e bejnë nxerjun të besogje se dashuria e përshkruar në libra nuk ishte exaggerim shkrimtaresh. Ky ekziston vërtet dhe kje kete here erdhi per të kendruar. Valentina keshte me të ngjeshtat shakasi ai. Kishte opinione per kinemane, politiken, arkitekturen, kontradiktat e shkiperise kë agjo, i ekspozonte me nje lehtesi, kë atigi i dukej freskuese. I pelkente të ektene per lagje, kë ai ralle i vizitonte, bisedonin per ore të tera pa pare celularin, per here të pare në gjeten e taj territur. Leka kishte menduar se kishte gjetur dike ke i shihte vertit ate, jo vetem silueten e vlefshmite pasurise se ti. Por koha nuk i fal iluzionet pas te silave në kapemi. Detajët filluan të vinin avash, nje nga nje,
Si nje pikim ke filon shume i vogël për të justifikuar një hidraulik. Mënyra se si të isaqën dizeshin në nje mënyre paksa me ndryshe para bizhutirive të dizajnit ose kur mberrinin në nje adrese ekskluzive. Mënyra se si agjo përmente, me një rastesi ke kishte filluar të dukaja inskenuar. Se një shoke kishte marre nje apartament durate nga i dashuri, ose se një qifti kaktuar kishte kaluar pushimet me avion privat në Bregdetin e Gjugut. Planet kue agjo vizatonte për te ardhmene tyre të dive, gjithmone të mbushura me vila në Evrope, sezone në Londër, evente ku emri i sajtë i tish do të duhej të shfakeshin bashke në faket e duhura të revistave të duhura. Ishte një episod specifik kue ai e vizitonte ndonjë here padashe. Ishin në një fungjave në korçe dimrin e kaluar të akomoduar në një vile luksoze në magje të kodres, në një mengjes me të eftote të madhe, ndërsa pinin kafe në balkon me pamgje nga qyteti imbuluar nga mgjegula. Agjo kishte të në diçka ke kaloj potuaj se pa u venere në ate kohe. Ta, kur ta ikim në Evrope për gjithmone, unë dua një shtepi keshtu por me të madhe, me kete energjine i malit por me strukturit e vertete. Leka kishte keshur pa e peshuar fjaline. Kur ta ikim në Evrope për gjithmone, sikur agjo ke kishin ishte gjithmone një trampoline drajt diçka gje me të larte, me të gjere, me të shtrengjte. Aje kishte venere, por kishte vendosur të mos e vintere. Kishte preferuar të shihte dashuri ati ku kishte ambisje, leka ungrit nga krevati nga dale dhe shkojte dritargja. Tirana po zgjohej poshte me urgjencen e zakonshme, makinat ke shfakeshin në per bulevarde, si gjak ke filontit ti karkulonte në venat e asfaltit ti qytetit ke nuk ndalon kur replotesisht. A i mbeshtet i balin në kshamin eftotit e kondrojati per një moment, dyk pare pështe pa pare asgje e vertet. Gjaven i kaluar kishte ndodhur diçka e vogel, ke kishte rindezurat e prush dishimi me nje forse ke, a i nuk e priste. Po darkonin në nje restorante komuna e Parisit, një event diskret ke, a i e frekuentonte sepse nuk ishte nga adresat e modes kudu ti duhete mbante kendrimin e ekzekutivit. Në një moment të kaktuar, celulari i Valentines kishte dridhur mbi traeze. Agjo kishte pare ekranin me një shprehje ke, a i e kapi fluturim thi para si agjo ta riorganizonte shpejt. Një shprehje ke nuk ishte dikusht ke e merë një mesazh banal. Agjo kishte shkruar diçka shkurt, e kishte këtjer telefonin në sante dhe kishte rinisur bisedan me një buzekeshgje ke duke je kalibruar sekonda para se te mberrinte në fytyre. Haj nuk kishte pjetur, nuk ishte shelozi, ishte diçka gjetër me e teledhe me e heshtur. Intuita se eksistonte një version, i Valentines kë eksistonte paralelisht me ate kë a i njihte. Një version kë logariste dhe peshonte, kë e shihte ate, gjo si lekan, njeriun, por si leka drinin, konglomeratin, mbiemrin, karten, i zezet e adresen të rezidenca, kodra i djelit. Ishte një intuite pa prova. Dhe intuitat pa prova, gjane me te veshtirat per tu, debuar sepse nuk kane, si të hidhen poshte. Shkoj në kuzhine dhe e përgatitive të kafene, rituali mengjëseve kur i duhete mendonte pa u vezguar nga punongjesit ke menaksonin apartamentin në ditet e punes. Makina e kafese italiane, kafqa speciale e bluar në qast, avulli ke ngjitej si spirale në heshgjen e apartamentit gjigant. Kishte një ironi të hidur në atë gjest, a i mund të blinte një rjet të tere kafenesh të silesise metallarte, dhe agjo ke kete sonte ishte akti, i tjeste dhe i zakonshëm i berjes se kafese se të i meduar të veta. Ricard Aliu kishte theni diçka muajgjin e kaluar ke nuk i dilte me nga koka. Ricardi ishte drejtori i tij financiar, ke nga viteti para të grupit Drini, por ishte mbite gjitha nje mik famigjerie ke e njiti ke para parave. Dikush ke per kete arsye kishte privilegjin i rralet e toshte ate ke askush, të gjeter nuk do të guksonte. Ishin në nje dreke puni kur Ricardi kishte vendosur pirunin mambi pëgjate dhe kishte folur pa hirgje, si që kishte zakon. Leka, nuk po them ke Valentina eshte njeri i kek. Po them ke në trevgjet une nuk e kam pare kuri se qfare, she agjutit i kurgje pa kontekstin, pa makinen e blinduar, pa apartamentin, pa mbjemrin të dera. Nuk e kam pare kuri ate pjese. Dhek që me shketi son në një menyre ke nuk mund të le me njane. Lega ishte perg gjikgjur se Ricardi ishte një sinik i lindur ke duhet.
të përkendrohej të raportet e 3 mugjorit të tretën evente, gjetjes dashurore të të qereve. Ricardi kishte buzeke shur me durimin, I dikusht ke kam gjele farende nuk ka nevojeta, u gjise me nëksitim sepse I dike du të mbigje. Fara kishte rengje tani. Leka e pju kafene prane dritares me filksani ke ingrohte duart në të eftotin e atij me ngjesi gusti. Mendoj per Valentinën në apartamentin I sajte Don Bosku. Ate apartament ke ai e kishte ndihmuar ta mobilonte pa e kërkuar ragjone mënyri direkte. Gje ke ishte. I kuptonte tani me një kartesi të pakenshme. Një forme I sofistikuar per të kërkuar pa kërkuar. Mendoj per unëzen prej 1 milion leke shtet hene Krishtlindjen I kaluar. Një pjese italiane kwe agjo I kishte lavderuar me rjedhshmerin e naturalitet I kuqt, kwe kishte bere kerki me parasite shtire sikur I zbuloi rastesisht në një vitrine gjati një shetit gjeshe. Celulari dridhi mbi banak. Valentina. Ai u pergjig, zeri I sajishte ingrohte. Paksa I ngjirur si I dikujt kwe sapo ishte zgjuar, te per një sekonde ai thjesht ngju atë nxehtësi familjare kwe nuk ishte zhdukur kurre plotësisht, atë tërheqje kwe e bente çdo pjetë te e rrete te padrejta. Agjo e pjeti nëse ishte I konfirmuar per darken e se inshtes në një restorante Hotel Plaza, ta se një klient I rëndësishëm du të ishte ati, partner I një fondi Amerikan, dhe se kishte blere një fustan të ripozeqerisht. I të të gjitha këto para se ta pjeste se si kishte fjetur. Leka ta se ishte I konfirmuar. Pasi agjo mbili telefonin. E kendroj me telefon në dore duke pare ekranin per një momente gjate, duke procesuar atëren prioritatesh me një shtrengim në gjokske nuk mund të kvante me paranogje. Kishte një mbledje në të te e gjysme në seline e grupit, në zemer të bulevardit dashmoret e kombit. Bota e biznesit nuk priste kriza eksistenciale, por ndersa përgatitej për të dale. Një ide kë ishte ende vetem një skiqe e pasakte filloj të merte forme brenda tij. Një ide radikale e logaritur eftote dhi, mbase absolutisht e nevojshme. Nëse agjo e donte vërtet, ai duhej ta dinte një here e mire. Gjo permes bisedave ke mund të interpretoheshin në djete mënyra të ndryshme. Kishte nevojë për një prove ke asnjë ambiguitet nuk mund të ndoste. Leka drini kishte ndertuar një perandori të tërë nga skikat e pasakta. Diferenca ishte se këte here agjo ke ishte në logje nuk ishte një bilans financiar. Ishte diçka ke asnjë para nuk dinte ta logariste dhe ke asnjë humgje nuk dinte ta zëvendësonte. Celja e grupit drini zinte gjashte, katet e fundit të një kulesamit e qeliku në kender të Tiranes, dhe ate mengjes të marte. Ndersa kitet I zurmonte në ritmin, I tij të palod shem gjashte. Leka ishte ullur në kryet e trezes, se salle se mblet gjeve me shikimin e fiksuar në një pike, me së lajdive të projektorit të horizontit kë vetem a mund të shihte. Drejtori I operacioneve, Henri Faria, po prezanton të shifrat I semestrit të dite me atë saktesini, I dikusht kë e ka ushtruar prezantimin disa here. Grafiket në ngjiteshin, indekset ishin pozitiv, grupi drini performonte mbi parashikimet ne po tuatësit të gjitha frontet. Dhe leka nuk po degjonte asgjë. Po mendonte per zerin e Valentines atë mëngjes, per lehtësine me të silen a gjo kishte të ne, se blu fustante ripara se ta pjesë të ne se kishte fjetur mire. Po mendonte per fjaline e velajt, per heshqen kë pasoj emrin e saj. Po mendonte per 3 vjet takime në restorante kë a I paguante, per udhetime kë a I planifikonte, per durata kë a I zgjidte, dhe po per pikejte identifikonte me saktesi në silin moment të ketire, 3 viteve a I kishte pare, Valentinen të bente diçka ekskluzivisht per te. Jo per leka drinin e karte se zezede të apartamentit luksoz, per te. Henry përfundua prezantimin dhe patinge round komenteshke leka, indoki me një nivel minimal prezense, sa per ta mos komprometuar mbledjen, por larga ngazimit ke drejtoret e tigjeshin mesuar të merni. Kur te gjithhe dolen, Ricard Aliu këndroj pas, siç bente gjithmone kur duheshte thoshte diçka, këtë qeret nuk mund të degjonin. Ishte një zakon, I potuaj se di dekadave mikesi. Ricard I mbili deren dhe këndroj në kembe prane dritares, krahet e krikezuar, pa urgjencen per të folur I pari. Ishte leka ajke I tiu heshqen. Du të baj të aj.
Ate ke suggerove, per të zbuluar kush eshte agjovertit. Du të baj me të vertete. Ricardi kendruaj këte per një moment, duke e pare me atë shprehjet e dikusht ke tashme e priste, por ke gjithsesi i duhesh një sekonde per ta procesuar. Pastaj terhoki karigen me të aferte u ull, duke u anuar pak mbi traeze. Me trego që fare kene mengje, ta Ricardi. Lega nuk kishte një plan të plote ende, por kishte strukture. Kishte menduar rruges nga zira deri ati. Ideja ishte e thjeshtë ne mizorine i sajtë brutale në ndërshmerine e sajtë. Ai duhej të shfakej para Valentines si ai ke nuk kishte kene kurre. Nuk du të mjaftonte të thoshte se humbi para te. Njerëzit tone shume gjera ke nuk kendrojne kur realiteti vjen balle per balle. Ai duhej të shfakej si një njeri pa asgjë, pa perspektive, pa kornizen e suksesit kë gjithmone e kishte rretuar. Kishte nevogje ke agjo të shihte, me si te i sajë, kush du të zgjidhete te ishte agjo kur, ai nuk kishte asgjë për të ofruar. Ricardi djaggjoj për inder prere, të kur leka përfunduaj se foluri, mbeti duke pare trajezen për disa sekonda. Kur ngriti site, nuk kishte gjikim neto kishte diçka me afer një trishtimit e kontroluar. Ti e kupton kë nese agjo e kalon testin, ti du të duhet të gjetosh me ate ke bere, tha Ricardi. Me gjengjështren me testin. Kjo nuk zduket. Kedi u pergjik zhleka. Të nese agjo nuk e kalon, do të duhet të gjetoj me 3 vjet iluzion. Preferoj të di. Preferoj dhimbjen e sigur se sa dishimin e përgjeqem. Ricardi beri një levizje të ngadalte me koke, duke rene dakord pa entuziazem. Pastaj, me pragmatizmin kë e kishte bere ate në nga drejturet financiare, me te mire në shkiperi, ta, mire. Nese du të besh, begje si duhet, pak gjisme masa. Nje test i bere kek eshte me kek se sa as nje test, de keshtu filluj planifikimi, aty ne ate salem bledjesh me pamgje nga kendra e Tiranes. Me grafiket e performances se grupit ende të projektuar, ne mursin nje ironi e heshtur. Pika e pare ishte pamgja. Leka do të kishte nevoje per roba ke nuk kishin as një marke prestigji. As një prergje kue tregonte roba ki pesi te shtrenjte. Roba ki thoshin me njëhere, pa pasur nevoje per fjale, se a njëri nuk kishte burime. Ricardi suggeroi të shkonin në një dikan robashte per dorura të tregu qam, ose në një dikan populor të medrese gja, lagje ku kontrasti me gjetan ke leka bente du të ishte absolut, të ku askush nuk, du të njihte mes rafteve. As një blergje online kjö mund të gjurmohej, as një asistent kjö të mbante men porosine, pika edite ishte ora. Leka mbante një patek Filipe, kë kushtonte me shume se një apartament i domesh, ne qdo kytet mesatar të shkiperise. Ora du të duhej të kendronte e mbilur. Pa ore pa unazeni arit ke mbante ne gishtin e gjathte, pa zingshirin e holete arit ke here pas here dukesh në gjastekun e kemishe se hapur. Pika e trete ishte transporti. Leka nuk mund të mberrinte me makine me shofer privat, as me taksi premium. Ricardi suggeroi këtë e këtë disa bloke para se të mberrinte në piken e takimit, që trupi të merte kendrimin, e dikusht ke mberritin e kembe. Mbase me autobus, pashkath të sine e dikusht ke zebriti nga njemgjet me kondisioner dhe ndengje le kure. Vendi i takimit u erdhi natyr shem të diven e të njajten kohe. Një kafe të rruga e Sales, në blok, ishte adresa ku Leka dhe Valentina festonin momente speciale në 3 vitet bashke. Detailingjë, arritje profesionale të saj, udhëtime kue planifikonin, filimin dhe zhvillimet, nje historie kue a i kishte besuar se ishte dashuri, kishte nje poezi mizore në perdorimin, e ati vendi si skeni. Dhe kishte gjithashtu nje logjike. Valentina do të ishte në territor familjar, pa alarmet ke nje vend i pangjohur mund të zgjonte. Historia e renimit duheshte, ishte gjithashtu solide. Ricardi kaloi pas ditën duke ndihmuar Leken të ndartonte detajet me reptesine, e dikusht ke monton nje prospekt financiar. Investimet e gabuara në një startup teknologji kë kishte premtuar shume dhe nuk kishte dhene asgje. Një zingshir borkshesh ke kishte konsumuar rezervat dhe kompromituar garancite. Kompania, makina, apartamenti, gjithçka, e lene peng ose e shitur me çmim urgjense. Njëri kë kishte zbritur nga magja,
në fund në pak muaj, pargjet siguriet e pakrenarit e mgjaftueshme për ta fshehur. Ishte gjatë këtij planifikimi që lindi qesh gjaki Ricardi e kuajti akti dite. Nëse vërtet dëshiron të dishkush është agjo, ta Ricardi, duke i zgjedhur fjalet me kujdes, ti ke nevoje për me shume se një shtrese. Lajmi i falimentimit do të zbulogje një pjese, por ka pjese të qira të tuatke nuk gjane testuar kurre. Atesja, per shembul, per gjegjesja ndaj dikujt vulnerabel, kjo është ndryshe nga të kenit i varfer. Kjo është të gjesh i varfer dhe të kesh një femije per territur. Leka këndroje i kete per një moment të gjate. Pa nga dritar gjatiran në gjashte, le vizjen në gjerizve kë askush prejgjtare nuk e dinte kush ishte, a i nga i kend, nga agjo distance. Pastaj mendoj per Bjorten, heren e fundit kë e kishte pare në kopshtin i Filipit në Vlore, me floket bjondet e shpupuritur, dhe sita blu të hapur teksa ndikte një flutur mes luleve të kopshtit. Një fotografi e asaj skene eksistonte në celularin e tae, e bere nga aj vetë në një pasditet e zakonshme të djele. Une kam një foto të mbesesime, tale ka nga dële. Bjorta, pese vjese floke bjonde si blu, duket si nga filmat. Ricardi e kuptoj pa pasur nevoje kë aj ta perfundonte, por shtoj me seriozitetin e zakonshem. Historia e femijes du të lendoje me thelle. Duhet të gjesh i përgatitur për atë kë mund të vije. Gjam, tha Leka, dhe kishte nje vendosmeri në atë fjale kë Ricardi e njihte mire, e njeshta vendosmeri me te silen Leka kishte në nshkruar kontrata reziku, kishte marre vendime gjopopullore, kishte gdhire në të të mbi tabela kur të gjithe i ke shilonin të terhikej. Kur Leka drini thoshte se ishte i përgatitur me atë ton specifik, Ricardi e dinte se nuk kishte me argument, ke të bente të ndryshon të kurs. Këndruan në sale deri në fund të pasdite. Duke reguluar çdo detaj, Ricardi do të merte persiper të këndronte në dispozicion në celular, gjatë takimit në rast të ndonjë të papritur. Leka do të merte vetem celularin e tjeshte kë perdorte here pas, here per thirgje diskrete. Pa smartphone e punes plot me njoftime kë do ta identifikonin me njëhere. Historia e jetës kë ndertuan ishte mjaftueshëm koherente për të rezistuar pjetjeve direkte. Kur punongjesit e fundit të katitiken dhe dritat automatike të koridorit filluan të efikeshin me radhe, Leka mbeti vetem në salen e mbledjeve me krahet e mbeshtetur mbi trieze dhe sitet e kytetike po e resohej gjashte. Dritat e Tiranes pondizeshin një nga një, sikur metropoli pondiste Kirinj për naten e vet. Hai mendoj për Valentinen, mendoj për te kuken e fustanit të asaj mbremgje që ti pare në opera, mendoj se sa i lehte kishte kene të besonte, sa i natyrshme dhe e nevojshme të besonte, dhe mendoj se sa ndryshe do të ishte në një dite ke po vinte, ta shite ate pa filtrin e deshires për tu dashuruar. Ndon gjehere, ta e mezit e ulet per askend, guksimi me i veshtire nuk ishte të ndertosh. Shtite kesh ndërshmerin e të zbulosh se çfare ishte ndertuar në fakt. Kyteti nuk u përgjigje, por gjithçka ishte e planifikuar. Tenjten në mengjes, Leka drini doli nga shtapja para orës 7 duke veshur një pali të tagri. Dhe atliti pa marki, ke i kishte kërkuar. Ricardit të blinte një dite me pari. Me udhëzimet e sarta per logjin, i robave ke nuk zbulonin as një standard e mbite zakonshmen. Zbritime ashensorin e shërbimit, anashkaloi hirgjen krisore të nderteses dhe morin gjë taksit e zakonshme në rrugë, pa e kërkuar me aplikacion këtë mos lintek gjurmen e historik. Ida adresen e njëdikani popullor të zona e medresese si destinacion, dhe shoferi nuk ingriti si të nga celulari, i vendosur në kroskot per te pare pasagjerin. Ishte tashme një përvojë ndryshe. Në vitet e fundit, sa here kë Leka hynte në një mjet kishte dike kë e priste. Kofte Eduardi, shoferi i taj prej 16 vitesh, kofte recepcionistja e nderte ses kë paraprinte mberriqen. Kishte gjithmone dike kë e njihte, kë regulonte këndrimin, kë buzek eshte me atë respektin e kalibruar kë paragja prodhon të njerezit rotulpa e kuptuar as njeri prej tyre kë po e ben kete. Në taksine e atij mëngjesi,
Ai ishte thjesht në Tiranas, i random take po shkonte te medreseja në një ditë pune. Shoferi nuk i buzekeshi, nuk e pjeti nëse ishte komod, nuk e ndezi kondicionerin pa ia kërkuar. Ishte i padukshëm. Te padukshmëria kishte një peshe që ai nuk e priste. Zona e medresese zgjohej herët dhe me zurme, si gjithmonë. Trotuarit tashme plot me karro ka ngarkese, dengje me pelhura. Shites këbertisnin çmimet të konsumatore këbenin pazar me zete larte e pasiklet. Leka e cineper rrugë me duart në ksepa, duke pare vitrinate dikaneve populore me vëmendje të vertet e per herët e pare në gjete. Gjo si businessman ke vlerison një treg, por si dikush ke duhej të blinte, roba me kriterin e vetem per të dukur sikur nuk kishte para per të blere roba me të mira. Hajrinen jedikan robashta e perdorura kë ekspozonte listen, e smimeve në fasëde me shkronja të medhadit e kuke. Shitesgja, një grua rret të dizetave me flokete kapur dhe shprehje efikase, e pa atë me të njështën vëmendje kë i gjepte qëtu klienti tjetër as me shumë e as me pak. Nuk kishte njogjenesite i saq, nuk kishte atë regullimin e padukshëm të kendrimit, kë ai kishte mesuar ta ingjoronte por shfaqjen e të cilit gjithmoni i verente. A gjo thjesht i tha se mund të ndihmonte, dhe e tha se kishte nevoje per pantalonat i kemisha. Doli pregjandaj 10 minuta me vone me një kese plastike kë per mbante, di pale pantalona me kope të zbardhur, 3 kemisha me menge të gjata të rena të kepgjet, një pale kepuqe lekure artificiale tashme me tabanin paksa. Të konsumuar dhe njek shup, najloni kë kishte pare dite me të mira. Kishte shpenzuar me pak per roba se sa zakonisht shpenzon të per një kravatet e vetme. Ricardi po priste ne salen e mbledjeve kur. Le kam berriti në selin e grupit. Pakesen dhe pastaj le ken menje, shprehje ke nuk ishte tamam miratim dhe nuk ishte tamam censure. Ishte e dikusht ke po përmbush një rol ke ka zgjedhur të përmbushe dhe ke kërkon vetem ke gjerat të dalin si që gjani planifikuar. Transformimin do t'hi në tualetin e katit ekzekutiv, me Ricardin gjashte ke bente roje. Leka hoki patek Filipe, inde e futin e kshepin i brenshem të kshaketes ke do t'i kendronti në nje dolap. Hoki unazene arite zing shirin. Darwa kemi shen firmato me nje nga ato ke kishte blere, duke embertjer deri të butoni i parafundit me nje cudi fiziki ke ishte e veshtirete i mertohej. Robat kishin një prekje qeter, një peshe qeter, një retelehte magazine kë asnje zbutes nuk arrinte tafshinte plotisisht. Kur upane paskire, njohu fytyreni taj, por nuk njohu njeriun kë fytyra povishte. Ishte një i pangjohur, dhe i pangjohuri dukej saktesisht, si që duhej te dukej. Ricardi trokiti nedere dhe kur leka e hapi, mi kumbeti duke e pare per një moment të gjate parasite thoshte, me zete tate. Funksionon. Dukesh si qeter njeri. Leka nuk e diti nese ishte lavderim apo një vezgimi trishte. Fotografia e bjortes ishte e printuar në leter të zakonshme. Per masa gjete me pesjambe gjeti, pa kornize. Leka kishte zgjedhur foton kë kishte bere ate pas ditën e vlore, me të fundit kë kishte të mbeses, me ate të ndaluar me zluleve të kopshtit të velajt, duke buzeke shur per diçka gjashtë kuadrit me ate spontanitetin. I femi gjeske nuk, e di se po fotografohet. Floket bionde në ere. Si të bluke i kishte trasheguar nga gjishgja i saj. Gjë shprehgje gezimi të shkushdesur kja ishte i kunderta e sakta, e asaj kele ka ishte gati të bente me atë imazë. Ai e palosi fotografine dhe e futi në shepin e kemi shes sev gjeter. Njiu diçka ke nuk donte ta e merton të shume, por ke ishte afer pendimit parandalues. I telefonoj Valentinës në oren 11 të mëngjesit. Zëri i saj tingelluaj i surprizuar me telefonatën, pasi ata zakonisht komunikonin me shume me mesazhe gjatë ditës. Ai tha se kishte nevojë të takonte, se ishte diçka e rëndësishme që duhej të thoshte personalisht dhe që nuk mund të priste. Ai ju kendroi në heshtje për 10 sekonda, dhe ai imagjinoi shprehjen e saj në anën tjetër të lindjes, duke u përpjekur të deshifronte tonin e zërit të tij. Kur Agjo e pjeti nese ishte gjithçka mire, ai tha se Gjo nuk ishte. Se kishte shumë nevoja kë Agjo të shkonte të kafqet e bloku në oran 3 pasdites. Patin gjë pauze. Pastaj zëri i saj u bë i bute, i shkëtisuar në masen e duhur, dhe tha se sigurisht, du të ishte ati se mund të bisedoni.
Leka mbeti me telefon ne dore pasi telefonata përfundoi, duke ndirate për zjergje të vendosmërise, të ngjengjes se ke shokeron çdo vendim të veshtire ke dimese duhet ta marrim gjithsesi. Doli nga ndërtesa ne orën ditë pas ditës nga Hirgja. Anisore ke përdornin për furnizvesit, të ofruesit e shërbimeve. Portieri i shërbimit, ke ingjite mire pregjak vitesh, e pate me nje shpregje konfuze për një sast, si dikush kje shedit ka familjare por nuk mund të lokalizogje ku e ka pare me pare. Leka kaloi patene asgje, me shpatullat paksa të kerrusura ne nje gjest ke e kishte ushtruar në paskire dhe këthjen të kendrimin e drejtet të ekzekutivit ke mbante në trup pregjvitesh. Eq gjanga zajra deri të kavgja të blokus gjaste rreth 20 minuta në kembe, duke kaluar mes permes kendre, me trotuaret e saj dhe pemet e vjetra ke benin higjembi butiket dhe restorantet e drekave të punes. Leka e kishte bere kete rrugë gjetera heri, por gjithmone me makine duke mberitur dhe kur ne qeshgje minutash, pa e pare kitetin nga brenda gjashti si që shite tani, duke i kur nga dale, me ke puqet me të bante holle ke nuk kishin esngje amortizim. Ta i grate veshura mire kaluan pranet i qpaja hedhur sajta. Një korier me biciklete pothuajse, e goditi në koshe dhe nuk kerkoj falje, thjesht i rabori se dhe vazdoj. Një burre me kostum ke aj nuk e njehte e krikezoj, në trotuar dhe e pa direkt me atë shprehgje në shpeqte. Të vleresimit të e pavullnit qem ke njerezit bajne medike, ke nuk per fake sona skerseni mas intres. Te hoki shikimin para si Leka te mund të regjistronte, nëse kishte diçka për tej, mos për filjes. Ishte ndryshe nga të kenit i pasur dhe të ecigje me kostum. Ishte ndryshe nga gjithçka ke a ngjite. Kyteti kishte të gjetër teksture kurti nuk ishe askushnite. Kafja të bloku ishte në një koshe diskrete, me një fasade drurita e rejt të vazo me lule ke, i gjepnin vendit një ajer intimitetit të kultivuar. Leka e kishte shelle Valentinen per here të pare në atë kafe në muajin, i peste të lidhjes se tyre. Në një pasdite të djele kurbin të pakshide ata kishin kendruar per 3 ore duke biseduar per asgje të rendesishme me intensitetin e dikujt ke ende pozbulon qetrin. Kishte një kuptim ne atë vend kjo ishte potuajse e pa mundur të ndaheq nga historia kete e di kishin dertuar. Dhe kishte një mizorit e logaritur në qmontimin e asaj historie saktesisht ati. Bereti me 20 minuta paradheni dhe kerkoj të uleq në 13, e koshes ku uleshin gjithmoni. Ate me dritare ke shihte nga rrugat e ke linte të hinte drita, e pas dites në menire të bgjeret, të arte, ke i bente qërum gjithis me të bute se sa ishte. Kamarieri, një gjale iri ke Leka nuk e njihte, e traqtoj me efikasitetin mekanik të rezervuar per klientet me pamgjet e zakonshme, nuk ja ter hoki karrigen. Nuk e pjeti nese ishte një rast special. I soli menune e tjeshte dhe ta se du tek të heq pas pak. Leka kerko e nje kafe të tjeshte dhe mbeti duke pare rrugan permis eksamit. Qifte kalonin, në nashtinin karroka, ekzekutivi eknin shpesht duke pare celularin. Bota vazdon të kursin e saj me indiferense, i persosur ki kan dash dramave individualite se do njerju. Pavarësisht se sa të me da duke në ato drama nga brenda. Ka ishte fotografine e bjortes në shepin e kemishes. Kishte historine e ushtruar në koke, të detajsh të perputur me kushtes. Kishte vendosmerine kë, kishte mberitur atë mengjes të henesi per fundim i pashmangshemi diçkagje kë, por rritej prej muajsh. Dhe kishte, të groposur tellen në ngjithe kete, njete rime shprese kë ai preferonte të mos, e ngjite por kë eksistonte gjithsesi. Të rimgja kë thoshte, mbase agjo të surprizon, mbase gjithçka ke mendove eshte gabim. Mbase agjo mberin, she njeriu një djeshte te ullur në trejezen e zakonshme. Të gjeja e pare ke agjo thote te gjete e mrijet me dashuri. Aje pju kafene nga dale. Vetem ne ate trejeze ke mbante trevgjet kujtime, të priti. Valentina mberriti në orën 3 minuta. Me perpikerine e di kuj ka e di se të mberrish pak pas orarit të kaktuar thote, diçka per rende si në tende. Leka e pa nga dritargja para se agjo të hinte, pa hapin e sigurt, santen e lekures të mbajtur ne parakra. Floketi geshtenjte të leshuar mbi shpatulla me atë valezimin kë agjo e punonte, gjithmone para si të dilte. Agjo mbante nje bluze me ndafshin gjirerere dhe pantalona stofi, dhe kishte diçka në kompozimin e pamgjeske i u duke ndrajshe tani,
duke e paremesitet qere. Ishte veshja e dikush ke prezantuet, gjo e dikush ke dute tako gjengjeriun ke du. Ajo hiris kanoj salen me shikim dhe e gjetiate. Pati një fraksion sekonde vetemnje, para se ajo të emberin të treza. Një fraksion në te cilin shpregja, e sa që regjistroj diçka kë pastaj ajo e mbuloj me buze kesh gjeni zakonshme, por ke leka i kishte kapur sepse po priste per kete. I vemen shem ndaj 2 mm reagimi. Ajo ke pane ate fraksion nuk ishte shkëtesim, ishte vleresim. Sejta e saj pershkuan robat e thjeshta, floket ke aj nuk i kishte krehur me produkt, ke puqet e vjetrat e dukshme në treze. Dhe ajo ke pershkoj fityren e saj para buze keshjes ishte shpregja, e dikujt ke beri një logarit e shpeshte dhe mbeti i surprizuar nga rezultati. Ajo u ul per balle tij, vendosi qanten mbi karrigen anash, dhe ta me zete e bute se ishte ketu, se ishte shketesuar me tonini telefonates. Pjeti qfare pondodte. Leka mori frimet helle. Kishte ushtruar kete pjese me shume se djeti heri, por asnjë ushtrim nuk kishte arritur të riprodhonte gjësinë reale të shikimit të fytyrës se dikujt ke i do të tekenit, i detiruar të gengjesh me kelim. Filoi ngadale, me zerin i fikur me kuqdes nga toni i autoritetit ke perdorte pa e venere, si kur vete zeri i tij kishte nevojgje të vishej me robat i teshta të asaj pasditegje. Ta se ishte diçka ke ishte perpje kur ta zgjidhte vete per muajt e teredhekje nuk kishte arritur ta fshihte me. Se kompania kishte kaluar një krize ke aj nuk, ja kishte komunikuar as kujt sepse ishte i sigurt se do të arrinte ta kthente. Investimet e gabuara, një zingsir bastesh në një segment teknologjie, ke kishte premtuar kërhim në dimbedgjet e muajt e kishte dhene vetem borgse. Garanci ke u deshte aktivizoheshin, pasuri ke u deshte likvidoheshin. Valentina këndroj i këti ndërsa i fliste. Nuk i ndërpru, por leka po vezgonte fityran i sajmen gjë vemen gjë ke nuk ja kishte kushtuar kurre as një raporti financiar. Dhe ajo ke shihte nuk ishte shprehgja e dikujt ke djogjon problemin e njeri ut këdu. Ishte shprehgja e dikujt ke djogjon gjë lagjim ke duhet analizuar para qëdo reagimi. A i vazhdoj. Tha se apartamentit e kodra i djelit ishte dorezuar si garanci në banke dhe se po sherbente si dorezani per ristrukturimin i borgshit. Se makina ishte shitur, se investimet ke mbante në fonde private ishin tërhekur para afatit, me humgje dometenese, per të nderuar detyrimet me urgjente, se per momentin po jetonte në nje dome me kirate fresku, nje lagje periferike. Dhe se kishte dhene dorehekjen vullnetare nga presidenca e grupit per ti dhene hapesire procesit të falimentimit të kontrolluar. Heshgja kër ambi trajeze pasi a i pushuj se foluri kishte ngjej teksture fizike. Ishte logji i heshqes kezi hapesiren si tim. Valentina pa duarte sajën mbi trajeze. Pas tajën ngritisite drejt ti dhe ta, me njëze ko tingjalloj me pak ingrote se a i kur kishte mberitur, po si e legjove ke ti të ndot të pametene asgje. Po per pikesha ti të mbrogja, ta ai. Nuk do gjate të shkete soja para se te, isha i sigurt ke nuk do të arrigjat asgjidgja. Ajo ke ndroj në heshgje per seri. Dhe pastaj beri diçka ke leka nuk e kishte pritur me ate kartesi, diçka ke hirine gjoks me njes aktesi ke dhembi me shume se sa ishte i pergatitur të pranonte. Ajo uli shikimin të unaza në gishtin e ka tërt të doris se majte, unaza prej 1 milion leke shkoj i kishte dhene per krishlingje, të filloj të rotullon të pgjese në ngadale me gishtin e madë, në nje gjest mekanik të pavet e dishem, si dikush ke logarit. Ai e pate dhe nuk tha asgje. Valentina tha se kishte nevoje të kuptonte me mire qfare do të thoshte kjo në praktike. Pjeti nëse kishte folur me avokate, nëse kishte ndonjë perspektive rime kembjegje, cili ishte afati i vlerësuar ke gjerat të stabilizoheshin. Leka tha se nuk kishte perspektive të perkaktuar, se mund të zgjaste vite ose të mos zgjidhaj në menyre dometenese, se per momentin po kërkon të pune në fushën e konsulences, çfarë do gjegje ke do të legjonte të paguante faturat, ndërsa procesi i rime kembjes po vizatohe. Se kishte dite kur i duhej të ndihmohe nga mikti per të mbuluar shpenzimet baze. Valentina ndaloj se rotulluari unazen. Ajo ishte hera e pare në gjetër, e leka drinit ke ai kishte thene se kishte nevoje per ndihme nga nxeris të gjere per të mbuluar shpenzimet baze, idhip se ishte gengjeshter. Fjalja doli e çuditshme në gogje, si një robe ke nuk ishte masa e duhur.
Dhe ajo që ai pristi, e gjo që nxep gjese I tijen de pristi. Ishte ke Valentina ti pergjigjene ndonjë mënyre që ta bente atë gjengjeshterti pa nevojshme, që ti thoshte une gjamketu gjithsesi, ose që ti afroheshti ti thoshte diçka që ishte e theshti dhe e vërtetë. Ajo nuk ta asgjë nga këto. Ajo mbeti duke pare trajzen per disa sekonda, pastaj ngritisi ti drejt tijme nje shprehje që ishte e vështirë të e merrtu hejme nje mbi merrti vetëm sepse përmbante shumë. Surprize logari bezdi de diçka që nuk ishte saktësisht ftohtesi por që I ngjante temperaturës që para prin ftohtesine. Tha se kishte nevojë per kohë per të menduar. Gjose ishte me të gjithsesi. Gjose do t'ja dilnin bashke, jo se e donte pavarësisht çdo rrethane. Tha se kishte nevojë per kohë per të menduar. Leka I mbajti ato fjale sikur të mbante njegur, tha, me zerin ende të kontroluar, të mendosh per çfarë saktësisht, per atë që gjo ndryshon per ne, u per gjigjajo, per atë që do të tote per të ardhmen që une kisha imagjinuar. Nuk eshte e thjeshte leka, gjane shumë gjera njëheresh. Ai pjeti, të kishte një ketesi pothuajse kirurgjikale në pjeqë, a du të me dogje njëloj sikur të mos kisha aske. Hajo nuk u pergjigjme njëhere. Pa të filkshani I kafese kjo kamarieri kishte zhjelle, pa e kërkuar as njëri prej shtyre. Mire zhjelja automatike e vendit per klientet që dukeshin se kishin nevoje per diçka në duar. Pastaj tha se dashuria nuk ishte një e gje e ndare nga gjetariali. Si askush nuk gjetonte me nxengja pa strukture. Si ajo kishte ndertuar nje vizion per të ardhmen që kishte të bente me atë që ata ishin bashke, dhe që tani po per pikejte kuptonte si ta rindertonte atë vizion. Leka e deggjoj. Që do fjale, deggjoj edhe atë që nuk potuhej, që ishte me voluminozi sesa ajo që potuhej. Deggjoj mungesen I une kendroj me ti. Deggjoj mungesen I gjithë shka mire. Tu ta zgjidhim kete bashke. Deggjoj prezensen konstante te une dhe te. Erdam gjatë te struktura dhe mungesen konsistante te ne. Ta se e kuptonte. I tha mengje që te si ke kushtoj me shume se që do negociati që kishte u da hekur ndonjë here. Hajo tha se nuk donte ta ishte I ashper, se ishte surprizuar dhe se kishte nevoje per hapesire per ta prosesuar, se do të telefononte sapo të kishte menduar me miri, se nuk donte të vendoste asgjë në nëksehtesi e siper. Leka e pa atë per një moment pa thene asgjë. Pa una zen ne gishti një saj, që ajo kishte ndaluar se rrotulluari por che vazhdonte ta ishte, e dukshme mbi treze. Pa canten I markes që ai I kishte dhuruar per ditelinje, e vendosur në karrigen anash, si një objekt që nuk ishte I vetëdijshëm per origjine në vet. Pa fytyren I një gruaje që ai e kishte, dashur per 3 vjet dhe që ne atë moment po bente, një analize që nuk ishte dashurie. Ishte kostoje dhe përfitimi. Me ftohtesine e heshtur të dikusht që verifikon gjengjen para se të konfirmoje një blergje. Ta se gjithë s'ka mire, se ajo mund të mendonte. E ta kete pa sarkazem, pa dridgje, me të njëjten kete si të lodhur të dikusht që po, she të konfirmuar një gje, që nuk donte të ishte I vërteti. Ajo ungrit, vendosi çanten nekra, ta se do të hinte në kontakt. Pati një putje të shkurter në fake, gjo në buze, si dikush ke mbil një mbledhje, gjo një takim medike kedo. Pastaj ajo eci drejt dalgjes me hapin e sigurt të zakonshëm, dhe leka e shokeroj silueten e saj permes qamit të dritares derisa u zhduk në trotuarin me djel të blokut. Ambeti vetem në trajzen e koshjes me filksanin e kafese ke poftohej per para, pas ditja e arte ke hinte nga dritarja vazhdonte e bukur, indiferente saktësisht si që kishte kene kur ishin të dite vazhdonte ta ishte tani ke kishte vetemate. Kamarieri I rikaloi dhe pjeti nese donte diçka tjetër. Leka tha se gjo. Por kishte edhe një gjet tjetër. Kishte diçka që du hajthene ende, një shtresa e dite që plani kërkonte, te ai kishte menduar se I paradu të ishte e mjaftueshme per të zbuluar të verteten. Kishte një pjesë të taj që dëshironte që ta kishte kene, që ajo ta kishte dale mire në kete pjesë të pare, që ta ishte pergjigjur me dashuri të thjeshte dhe paljogari, dhe që ajte kishte mundur ta paloste fotografine dhe ta hidte pa pasur nevoje ta perdorte. Por fotografia e bjortes ishte ende në kshepin e kemishes, I palosur pergjisme, duke pritur takimin e radhes.
Leka kendroi I ullur saktesisht 3 minuta pasi, Valentina u zhduk nga trotuari. Numeroi brenda vetes, pa e kuptuar kë po numeronte, mendja duke procesuar atë heshtje kë ajo kishte lene pas sikur ta ishte një objekt I harruar mbi trajeze. Kam nevoje per kohë per te menduar. Fjalja përsëritej në kokë, pa mishire, çdo përsëritje duke zbuluar një shtrese të rritë asaj kë do të I thoshte, asaj kë nuk do të I thoshte. Pastaj ai u ngrit. La parate mbi trajeze. Karte monedha të rudhosura kje I kishte në kështerre nga nje portofol I thjeshte lekure artificial kue Ricardi kishte blere bashke me robat, de doli. Pas ditja e Tiranes e priti me ate aromen specifik, lule de asfalt de kondicionere di kanesh robashte shtrengsta, kë heret e gjera kishte pasurere privilegji, de kë tani kishte ere vetem të njekiteti ke nuk e dinte ke ai eksistonte. Valentina ishte pak me shume se një blok larg, duke e kur në drejtim të bulevardit, mbase duke kërkuar një taksi. Leka eci shpejt, pa vrapuar, duke të rurë mrin e sajme një vendosmeri kë ajo e njohu sepse ndalui para se tek të hej. Hajo su këthje me një shprehgje kë ishte një perzjergje, e surprizez dhe padurimit të maskuar kek. Leka mberritit e ajo dhe thase kishte, e rinjek gjë qeter kë ajo duhej ta dinte. Se nuk kishte arritur ta thoshte me pare sepse ishte e veshtire ta hitte në fjale, por ka ishte pjese e asaj ke po ndotte në gjetën e tajgji dhe ke ajo kishte te drejte ta dinte. Ajo pshereti u lehte, reguluaj canten në krah dhe ta se po deg gjonte. U kthjente trajeza e koshes në kafe në heshtje. Kamarieri I ri I pa duke u kthjer me një shprehje neutrale dhe hoki filkshani në perdurur pa koment. Leka u ul dhe Valentina u ul per baleti me kendrimin e dikujt ke da 5 minuta shteze në një akshende te ngjeshur. Hajvendosi doren në ksepin e kimishes nga dale. Në gjeu letren e palosur me zgishtave dhe këndroj ati per një sekonde, me fotografine në I doren e mbilur mbi trajeze, duke pare Valentinen me një shpregje ke a gjumbase e interpretoj si hezitim por ke ishte në të vertete. Pauza e fundit para një hapike nuk du te kishte këtim. Hapi dore. Fotografia e bjortes mbeti mbi mbulesen I bardhe të trajezes në ndriten e artete pas dites, të vajza në letër buze keshte e shkush desur per diçka 6 kuadrit, me floket bionda në eredesita bluke shkelkenin, me ate gezimin specifik të femigjerise kë nuk e di se po vezgohet. Lekat hasek gjithmone e kishte ditur ekzistense e vajzes, se ishte lidhur per një kohete shkurter me një grua në Shkoder, para se të njihte Valentinen, dhe se nga ajo lidhje kishte lindur kjo femigje. Se e ema kishte kaluar një problem shëndetesor të rende kë e kishte lene të pafte per tu kujdesur per të bijenve të, dhe se vajza po jetonte me të tani. Se ishte 5 vjetëse ku hej bjorta, dhe ishte në atë mbit që të jetes, e vetëm gjak gje kë I perkiste ende vertet. Valentina pa fotografine. Leka vezgoj fytyren I sajme gjitheve mengen kë kishte, ciro muskul, ciro mikroshpregje, ciro detaj ke fytyran gjirezore dorezon kur nuk eshte teresisht nën kontrolin e asaj ke punjen. Ti ajo ke pa ishte e padishimte. Nuk ishte surprize, nuk ishte dëmshuri, nuk ishte impulsi natyrali dikujt ke du per tu afruar dhe per ti thene se du të ndihmogje. Ajo ke pa ishte peshqellim. I paster, I dukshem, I pavullnetqem. Nje peshqellim kë pershkoj fytyren e I saj si hjegja e njeregje. Shpesht por absolutisht e karte per keru ke po shite me si hapur. Ajo ngriti site nga fotografia drejt tij. Leka, ta ajo me njeze ke kishte humbur gjithje butesine e logaritur dhe kytani kishte nje ashpersi direkt e kjoj e nuk e kishte degjuar kure me parin e ati ton, kjo eshte shume njeheresh. Se paritiv gjen ketu pa askje, pa perspektive, pa pune fikse, pa qati tenden. Ti tani nji femije 5 vjes. Ajo ishte vazajme, ta leka me zete kite. Shteg gjithçka ke me mbetit. Valentina mbeti duke pare 30 per disa sekonda. Pastaj pa nga dritargja trotuarin gjeshte, njerezit ke kaloni me ritmin normal te dikuqt ke nuk ka per, te mëre asnjë, vendim te veshtire në atë moment. Dhe thamin gjeze ke ishte ashpersuarit he me shume. Une kisha imagjinuar një te ardhme, krejtësisht të ndryshe. Një të ardhme me udhetime, me nje shtepit e bukur, me liri. Une imagjinova të ndjertogja diçka me, ti sepse ti ishe dikush ke kishte ku te shkonte.
Dhe tani ti shfakesh ke tu si ngjengri ke nuk ka kute per plase koke, dhe me thote se ka endengje femigje te vogel per te rritur. Leka tha se e dinte ke ishte shume. Se nuk kishte si ta zbuste. Por ke kishte nevoje kjo agjo te kuptonte se agjo vajgze ishte reale, te se nuk do te shkonte as gjekundi, te se a kishte nevoje te dinte nese, Valentina arrinte te ishte prane te gjithsesi. Hajo i pa ate me ate shprehje kjo a kishte filluar ta ngjite. Si shprehje në verte të nën gjithë shprehjet, e qira kjo agjo perdorte, shprehja pa filter, pa logari sociale, pa shtresen e sharmit kjo agjo aplikonte, në të gjitha situatat ku kishte diçka per te fituar. Ishte një shprehje eftohte. Nuk ishte zemerim, nuk ishte urrejshje, nuk ishte naksete si të mgjaftueshme per kete. Ishte eftohtesja, i dikuqt ke e ben gje e vleresim objektiv të arrinën gje per fundim, ke nuk ka te begje me zemre. Ta se nuk ishte gatite behej nene. Ta se nuk ishte e pergatitur të ndante gjete me dike ke nuk kishte, as ku te banonte dhe kishte ende pergjegjesine i nje femigje. Ta se i kishte dhene trev gjet lidhje se tyre, dhe se meriton të një te ardhme këte ishte ndertuar mbi bazene mundesive reale, gjo mbi borgse dhe mbi dhe tyri me kwe nuk ishin te sa gjatë. Leka pjeti nje herete fundit, dhe pjetja doli e thjeshtet he direkte si njetike, pas bukurime. Amedo. Hajos mbeti duke e pare per nje moment ke zgjati mjaftu e shem, per te kene nje per gjigje parasite, tu hej ndonje fjale. Pastaj tha se dashuria nuk ishte e mjaftueshme vetem. Se dashuria pa strukturi, pa projekt, pa perspektivi, ishte vetem nje i bukur ke nuk paguante, asnje fature dhe nuk riste asnje femigje. Se agjo ishte dashuruar me ate ke ai ishte dhe se ai ke ishte tani nuk ishte me i ngjejti. Agjo u ngrit, ke te here me nje vendosmeri definitive ke nuk dukej se kishte hapesire per me shume rishikime, apo pozane trotuar. Mori sante me nje e gjeste forte, pa fotografine e bjortes ende mbi treze, de kishte ne ate shikim nje indifranse, akte plotes a leka pati njesine, fizike se vajza ne fotografi nuk ishte nje femje. Ishte vetem një problem kontabel kjo kishte lindur në një tabele ku nuk ingësinte. Ta se i vinte shume kek. E tha me nje edukate ke ishte me iftote se ishto vrazde si direkte. Te tha se a duheti zgjithte situaten e ti para qtok gjegje, se agjo nuk ishte në kushte per të ndihmuar, dhe se ishte me mire keshtu, se mbase ishte edheme indershme se sa te vazdonte diçka kja gjo nuk arinte ta shite duke e kur per para. Doli pa e puthur, pa pare pas. Hapi ishte i ngjeshti hap, i sigurt, elegant, i një gruagje kje e di ku po shkon, por leka arinte ta shite tani. Me sakta e sina mizorete di kusht këta shme e di cfare kerkon, se destinacioni i atij hapi nuk kishte asgje të bente me te. Beti me fotografine e bjortes ne eduar per një moment të gjate pasi a gjoiku. Vajzaj buze kishte nga letra, ish kush di surdhe reale, pa e ditur se fitira i saj ishte huazuar per një testke, kishte zbuluar shume gjera në një pasdite gushti në Tirane. Leka e palosi fotografine me kushdes, si kur kushdesi per letrenta ishte nje forme per ti kërkuar falgjem beses, kë e kishte perdorur keshtu, dhe e futi per seri në ksep. Kamarjeri i ri u shfak per seri, dhe pjeti nëse donte diçka që termen gje mireshelgje minimale. Leka tha se gjo, kërkoj faturende priti. Pas ditja gjashta ishte bere paksa me e erret, rete e hollan bulonin një pjeset e kaltersise se gushtit, të njërezit në trotuar vazhdonin të kalonin me nëksitimin e zakon shem të ediku isht keka vend ku të shkogje. A i kishte konfirmuar ate ke kishte frike. Kishte pare me sita i tigja te ke Ricardi, kishte pershkruar me fjalet. I duhura dhe kjo a i kishte refuzuar ta besonte per muaj të tere. Dhe kishte diçka qliruesin e kete, ke ai nuk arrinte ende ta organizonte në mendim të karte, por ke eksistonte, mungesa e dishimit. Dishimi ishte zdukur, në vend të tij kishte diçka, këtë hembi me shume dhe peshonte me pak. Të vërtetën, doli nga kafqave tem, me robat e thjeshta dhe ke puqet me tabante holle ke nuk amortizonin asgje, dhe si në per rruget e blokut ke mosën gjihni krejshtesisht, ke kishin mosën gjohur gjithmoni. Dhe kene atë moment ishin saktesisht paskira ke i duhej per të kuptuar qfarit e bente me ati ki kishte zbuluar. Leka e si per ore të tera atë pasdite. E si në per bellok,
kaloi te parku i madh, pershkoi zonën e stadiumit pa hire ne ndërtisën e tij, duke shmangur vendet që du të ngjihnin të du të kthenin në boten që e kishte braktisur përkohësisht. Kishte diçka të nevojshme në kete, ne atë e këshie pa destinacion në per rruget që nuk e ngjihnin, i veshur me robat e perdorura, me fotografin e imbeses në kshep dhe zemren e renduar me kartesin e që, kishte kushtuar 3 vjet per të mbërritur. Tajrën në natën ka një ashpersi specifike kjo e drita, edites e zbut. Asfalti i lakur nga pikat e shiut paskironte dritat e shtillavin e fragmente ngjire ke libari. Te trotuaret beheshin avash me te shkreta në lagjet rezidenciale, ndërsa lëvizja përkëndrohej në akset e bareve të restoranteve. Askush nuk e shihte lekadrinin atenate. Ai kishte zbuluar atë pas ditës e maskimime efikaske ekzistonte, nuk ishte makijaji as kostumografia, ishte thjesht mungesa e pushtetit. Gjenjeri pa pushtet eshte i padukshëm në qytetet e medha me një plotësi, ky asnjë art i disimulimit nuk arrin të riproduojë. U kthye në apartament vonë naten. Eduardi shoferi ishte i lirë që nga fillimi i javës sipas marrëveshjes. Rogja e priti me respektin e zakonshëm dhe ai vuri rësisa shume, ishte mesuar të mos e vintere atë respekt, si dikush që mesohet me kondicionerin dhe e verën vetem kur eshte gjashte. Ungjit, ndërwa robat e thjeshta me një kostum shtepje komod dhe mbeti, i ulur në balkon diri në mesnate, duke për ekitetin që vazhdonte pulsin e tizte e përgjet që mposhte, i pafte për te ditur se kishte këne skena e pavullnetshme, e njez bulimi kjo e ndrajshoj diçka në mënyre permanente. Në aditet ke pasuan, Leka u këtje në rutinen e grupit me njeve me një qeter, me boshe në disa aspektet e me te karte në te qerat. Kishte një lehtësi të suditshme në te diturit e asaj këdin të tani, edhe pse kjo lehtësit hembi. Dishimi që kishte mbashtur per muashta e tere. Ajo gerjergje e heshtur që kompromiton gjithçka pa e mërtuar asgje, ishte zdukur. Në vend të ati që kishte një dhimgje të paster, kjo eshte logji i dhimgjes ke sheron. Ricardi ishte i vetmi ka editi qfare kishte ndodhur. Telefonojnë atën pas testit dhe deggjoj gjithçka në heshqe, pa ate une të thashe, ka ishte në magjetek gjuhes kë, që do mik qeter do të perdorti në një situatet e tile. Kur Leka perfundua, Ricardi këndrua i kete per një moment të pastajta. Du të behesh mire. Nuk eshte ngushelim, eshte vezgim. Du të behesh mire sepse gjelogji i personit këkur hëmbënje e gje të rreme. Arrin përfundimisht të gje diçka të vertete. Pastaj mbylli telefonin pa protokoll lam të mire, si që ishte zakoni i tij në bisedat kë tashme kishin tëne atë kë duheshte thoshin. Në ditën e katërt, celulari i Lekës dridi me emrin e Valentines në ekran. Hajambeti duke pare ekranin per 3 zile parasite per gjigjegjë. Zeri i saj, kur erdhi per mes aparatit, ishte ndryshe nga zeri i asaj pas ditëje në kafe. Kishte një butesi të studiuar, një kushdes në intonacion që tingelonte si diçka e përgatitur. Ajo të se kishte reflektuar shume, se kishte kene shume i ashper, se kishte reaguar me frike dhe gjo me zemër, se e donte dhe se kishte bere një gabim duke i kur pa e bere të karte se ishte pranë tij. Leka e dëgjoj, ta se e kuptonte. Ta se mund të bisedonin nese ajo donte. Ajo ta se donte. Suggeroi kafenet e bloku, me atë natyrshmerine e dikujt ke nuk veren, ose shtiret sikur nuk veren, se sa here ke ajo kafe hinte në bisede kishte një histori pas ke peshonte. U lane per pas diten e në serme. Valentina mberiti ndryshe ke të here. Kishtinje per pjekjete dukshme në dukje, sikur ta kishte kaluar me shume kohe para paskire se sa zakonisht. Fustani ishte i ri, blu e erret, te kishte një kushdes në kompozimin e pamgjes ke fliste per një kellim të logariturme me shume saktesi se qdo fjale ke ajo perdorte. Ajo ishte prodhuar per të ripushtuar, te kishte diçka në seriositetin me të silin ishte prodhuar kja ishte në vetë vete një rëfim. U buzekeshi me atë buzekeshje ke aj e kishte dashur ke në fillim, dhe filloi të fliste me zërin e embelsuar ke perdorte kur donte të binte, tha se kishte kene i padreshte. Se dashuria i vertete nuk matet me atë keke, por me atë keqe. Se kishte hire në panik me lajmin dhe kishte reaguar në nje mënyre e kë nuk paskironte, atë ke vertetën gjente. Leka e dëgjoj me vëmendje.
duke kërkuar në diskursin e saj atë që kishte në diskursin e me parshem, duke kërkuar vrimen ku e vërtet a reshkiste, përmes argumenteve të ndërtuara mire, dhe e gjeti. Kuraj pjeti për vajzen, fytyra e Valentines për një gjete vogël por absolutisht zbuluese. Një regullim minimal i shprehjes, si dikush që riorganizon një skenete brendshme para se të përgjigjet. Ajo buzeke shime një lehtesi që nuk mberritite si te, dhe ta se kishte menduar edhe për këte. Se egzistonin shkollat e shkelkira me regjim konvikti që mire pritnin familjet me strukture të specializuar. Se kështu mund të përkëndroheshin në rindertimin e gjëtes se tire pa umbingarkuar vajza me një situate të pakëndrueshme. Stomaku i lekesu përmbis, një konvikt. Ajo ishte këtir sepse kishte rilogaritur probabilitetin kjo a i do të rime këmbej, kishte konkluduar se investimi në vlente rezikun, dhe kishte ardhur me një plan që përfshinte menaksimin e familjes në formen me komode për skenarin, që kishte vizatuar për të di. Nuk kishte dashuri në atë propozim. Kishte menaksim reziku. Hajmë beti duke e pare për një moment kë ishte mjaftueshëm. I gjate sa kjo ajo të vinte resi diçka, kishte ndryshuar në temperaturën e bisedes. Ajo filloj të pjesë të nese ishte gjithë qka mire, men gje shketesim kë tingelon të mekanik. Atëhere le kadrini hoki shupin, e vgjeter nga shpatulat. Nën shupin i najlonit të dikanit të robave të perdorura, kishte nje kemishe stofi të hekurosur, në menyre të patemite, të bardhe, me inicialet LD, të kendisura në menyre diskret, në kyqin e majte në formen kë roba kepesi. I tiq prej 20 vitesh kishte zgjedhur dhe kë aj nuk e kishte ndryshuar kurre. Aj e palo si shupin ambi karigen anashme ketesine, i dikusht ke hek nje kostum maskimi kë e kreu funksionin e vet. Valentina mbeti duke pare kemi shen. Me një shprejgje konfuze kë filoj tek të hajnë e diçka qeter ndersa, a i vendosi doren në kshepin e pantalonave dhe ngësori portofolin. Gjo portofolin e lekures artificiale kë kishte perdorur ditet e fundit, por portofolin e lekures fine italiane kë mbante normalisht, nga i cili ngësori karten e zeze ke banka, e tij rezervonte per klientet me pasuri mbin 100 milione euro. Vendosi karten mbi trieze. Pastaj ngësori celularin e pjunes. Kë e kishte këndruar në shepin e brendqem të pantalonave gjatek gjite kesaj kohe, hapik gjengjen e logarise kresore dhe e vendosi ekranin të këtir drajt sa gjambim e bardhet e trezes, të shifra, gje kolone numrash ke nuk linin dishim per ate ke do të thoshin. Valentina mbeti duke pare ekranin, pastaj karten. Pastaj kemishen me inicialet e kendisura në kiq. Fytyra e saj përshkoj distansen mes konfuzionit dhe shokut me një shpejtësi kjo la pak hapesire per interpretim. Hune nuk humba kur reas gje. Tale ka me njeze kje kishte rifituar tonin natural, pa fikgjen kje kishte aplikuar në gjavet i fundit. Grupi drini shkon me mire se kurre. Apartamentit e kodra e djelit vazdoni imi. Makina vazdon në garaj me Eduardin. Robat ishin të perdorura. Historia ishte aktrim. Femigja i fotografise eshte mbesa ime, vajza e vellajt tim Filipit, i gjalede e lumtur në vlore me prinderit e saj. Valentina mbeti në heshqe per disa sekonda ke u duken shume me tek gjati si sa ishin. Atëhere shpregja e saj ndryshoj per heri te treti ati pas diti, te keti heri ishte me i ndershmgja prej tek gjithave sepse ishte me i pa kontrolueshmgja. Konfuzioni u larguadhi erdhi nje terbim kaj. U ngjit në fytyrën e saj nga poshta lartë si temperaturi. Skukgje në shpatula, në kafe, në feke, në site. Ke papritur kishin gje intensitet, ke nuk kishte kene kurre me pare ati. Ajo tasja ishte i qmendur. Se kishte hambur mengjen krejtesisht, se nuk kishte asnjë të drejtet a bente atë me te. Se ishte mizori, se ishte mos respekt, se trevgjet nuk meritonin njekurt. Leka u përgjigj me një këtesi kre kishte kushtuar me shume për tuk gjetur se gjdu negociate biznesi, e gjete se tigji. Ta se kishte ti i drejtet adin ti. Ti i drejten ti kupton të nese ishte i dashuruar si burri apo si pasuri. Se ishte përpje kur ti binte vetin për muajt të tere se nuk kishte nevojet adinte, se dishimi ishte mizor indaj vet vetes, te se kishte mberitur një piken ku pasiguria,
ishte mi I kekisi qëru I vertit e I mundshme. Valentina u ngrit me një lëvizje të vrullshme që I beri karrigën te kërciste mbi dishemin e I drurit. Tha se meritonte diçka me ti mire. I tha mizerin I ngritur mgjaftueshëm sa ky triezat I qirati kafesi ti mbeteshin në heshqe. Ta si do ti iktedi se nuk donte ti fliste me mi ti. Hajtha me ziteu let se po. E ta me gjiti sinceritetin ka ishte I aftene atë moment, që kishte një dimgje të çuditshme por te vertete në tenjen e kesazhe. Që ajo meritonte dike mjaftueshëm ti pasur sa te mos kishte nevoje kurre të bente një test, të mjaftueshëm ti verbesa te mos e vinte rekurre atë që kishte per tu pare. Deraje kafese u perplas me një forse që beri vazot me lullet e dridheshin lehte në rafte. Kamarieri I rie paleken me një shprehje që përmbante një pjeqi që nuk I takonte ta bente. Trajzat e qera uktjen avashte zhurma e tajre. Le kam beti I ullur. Nuk I ku mengje here. Këndroj ati me karten e zezit e shupin e palosur mbi karrigit e gjengjen e logarise endit e dukshmen e ekranin e celularit. Ne ati trajzet e koshes ku kishin festuar gjera, të ndertuar një histori që kishte rezultuar në kete. Kërkoj një kafe qeter, e pjun nga dale. Panga rruga permes dritares dhe pa Valentinën, jashte, duke ndaluar një trotuar me celularin në vesh, dhe pashikimin I saj të pershkonte vitrine I një dikani artikush, luksoze në anen qeter të trotuarit me rjedh shmerine automatike të dikusht që tashme po kërkon kapitullin qeter, pagoj faturen, doli. Pasditja e Tiranes e priti me zhurmen e zakonshme të metropolit që vazhdon pa pauza. Per here të pare pas muajsh gurin e gjoks ishte zdukur, në vend të taj kishte një boshlek këtë hembi në një menyre ndryshe me të paster, me të ndëshme. Logji I boshlekut që nuk eshte humbje. Shte hapesire. Në oritete para pas skenes në kafe. Leka drini u kthie në rutine në grupit me një perpikeri pothuajse agresive, sikur disiplina e orareve të mund të organizonte edhe brendesine. Berriti para të gjereve, këndroj pasi të gjite I ken, nënshkroj kontrata dhe miratoj buksete dhe u dhe hokim bledgje me efikasitetin e zakonshëm. Por kishte diçka ndryshe, diçka ke Ricardi, e vurire para qdo gjetri sepse e ngjihte para si te kishte diçka per të njohur. Ishte nje lehtesi ke nuk ishte gezim, por ka gjante fillimit të tij. Sikur leka kishte vendosur një e gur të renda, ne toke pas vitesh duke e mbajtur dhe ende nuk dinte mire qfare, të bente me duart I tij bosh. Valentina nuk hyri me në kontakt pas deres se perplasuar. Pati një mesazh ti dite me vone, I shkurter dhe me tonin e kontroluar të dikojt ke shkroj dhe rishkroj para se ta dergonte, duke tene si shpresonte kë ajta ishte mire dhe se I vinte kekse si gerat kishin perfunduar. Leka e leksoj mesazhin gjeheri, I mbili telefonin dhe nuk u pergjigj. Nuk kishte asgje per, tu pergjigjur kwe nuk do të ishte mizore ose rreme. Dhe ai kishte pasur mizori dhe falsitet të mgjaftueshëm per një gjetet e tere në ditet e fundit. Ajo kje mbeti. Pasi pluhuri ull nuk ishte vetem dhimgja e të pasurit konfirmuar atë kje kishte frike. Ishte diçka me kompleksit he, çuditërisht, me e pasur. Ishte zbulimi se kishte gjetuar 3 vjet brenda një reflektimit e vetvetes, brenda imazhit kje paragja projekton. Dhe sikure nuk ishte pare në fakt nga ajo grua, dhe ne sikure nuk ishte pare. Atëherë ajo lidh që kishte keni, nga fillimin e fund, një vetmi me skenografit e bukur. Dimgja e humgjes se një iluzioni eshte reale. Por iluzionin e vetë nuk ishte dashuri dhe gjobente një diferencë gjigante. Në një pas ditet e premtegje, 3 jave pas fundit me Valentinen, leka doli nga zira me heret si zakonisht. Ishte diçka kwe bente ralle, te dilte para ores 7. Di sekretarja I pamingje shpregje kwe u perpokta maskonte si surprize. Ai I tha asaj se do te ekte në kembe dirite kendra, gje kwe prodhojnë gje shpregje te dite, edhime te veshtire per tu maskuar. Prejt kur prezidenti I grupit drini ekte në kembe në per kytet. Këtani, tha ajde doli para se ajuti formulon të një pergjigje. E gja ne per kender ishte rreth 15 minuta nga Silja. Leka e beri rrugan nga dale, pan gjengjen e urgjences ke normalisht keveriste, që do levizje te tij në per kytet, dhe vurire, blok pas bloku. Se Tirana kishte një teksture krejtesisht ndryshe kur kembet e preknin toke në isaj. Zurma ishte qeter nga afer,
me fizike, me prezente. Ererat ishin me intensivi, kafe të skukqet e gazra makinash, të lullet e tezgave kje luftonin e të ngjajtin me ter katrur trotuari. Njerëzit kjo e kalonin, kishin shprehgje kje ai kurre nuk i kishte leksuar me pare sepse, kurre nuk kishte kene mgjaftueshem afer per ti leksuar. Kishte nje gjetet e teri kë ndotte në nivelin, e trotuarit kë kati njezet edite kurre nuk e dorezonte. E që drejt zones se ish ekspozites të dolin e zemer të lakgjeske dikur. Njihej per ketesine e sajq, ishte nje zone ke ai e njihte me emer, por ke e kishte frekuentuar pak në dekada, e fundit sepse gjeta në magje të tiraneska karket e veta të ato rale per fshajnë rrugjikat. E vogla dhe galerite e fshehura. E cipa destinacion me duar në kshepa, duke veshur pantalonata, thjeshta dhe nje kemishe me mengete per veshura. Pa shakete, pa oren pa tek Filipe kë, e kishte këthir në kiq pas testit por kë ate dita. E kishte lene ke limisht në sirtarin e zires. Lagje gjaje tonte ate pas ditit e premtegje me ritmin specifik te, vendeve kë nuk kane në kësitim per të fikër. Të leka esine per rrugje duke vejguar fasadat, muralit ke zinin murit e tera me imaze personaje shpa e merde histori patitra, ateljete i hapura, galerite i vogla. Kishte njesh kalengjerezorin e ate, vend ke kendra financiare e kitetit e kishte humbur prej dekadash. Ishte nenje rrugi që me pëmete vjetra ke ajpa fasaden e librarise mes reshtave. Ishte vogel dhe kelimisht e tille. Njedere druri të ret me emrin e pikturuar me shkronjat e permasave modeste, një vitrine me librate vendosur pa ate obsesionin tregtar per risita, the bestseller at kë argjetit e medha ekspozonin si trofe. Kishte në vitrine një pirg poezish pranë një romani spanjolke, leka e njohu si një botimtar ralle, dhe një kartoline të shkruar me dore ke thoshte thjesht. Her, ke misaj, diçka ne ate fjali e berita ndalonte per një sekondja me të gjati se sa ishte e nevojshme per ta leksuar. Kishte në te një mikpritje pa performanse, njefte se pa exagerim kë tingelon të ndryshe, nga qdo gjeke a i kishte marre kohet e fundit. Ku qdo mikpritje kishte nje tsmim të në kuptuar ose nje kelim të fshete. A i hiri, prendesja e librarise. Mes reshtave ishte e kunderta e persosur i apartamentit luksoz, e vogel i dendur me rafte ke shkonin nga dishmeja në tavanet e gjitha muret dhe ke te gjimbusheshin, me nje bujari paksa kautike si kur librat të kishin mberitur avash avash, dhe te ishin akomoduar me dëshuri por pangurtesi. Kishte nje ereke a i njohu si eren e letres se vjeter të drurit dhe diçka lehtes isht luli. Nje ereke nuk kishte emer por ke prodhojte a i nje njesi ke i nëngjante, me nje sudi ke i surprizoe, njesi se mberitjes në shtepi pas nje kohete gjate gjashte. Kishte di koltu ke leksimi në fund, nje trieze me nje i brik elektrik dhe nje koleksion kutisht caji, dhe pas banakut të drurit në anene majte. Nje grua rreth të 30-tave me flokete zite prere dirit e shpatullat dhe sajze me kornizet e rumbullaket ke i kishte ullur të hunda, ndërsa lekson të diçka, dhe ke ngriti si të kurzilja e dhe restingjallue. Hajo kishte nje buzekeshje ku e mberiti në fityre me natir shmerine, e dikujt ku nuk ushtron buzekeshje. Ku nuk e perdorte si mjet dhe perke të arsje tingjallonte me reale se shdo buzekeshje e ushtruar. Tha miredi ta me njeze teke te dhe u këtjete libri pa bere askgje që ter, pa pjetur nëse mund të ndihmonte, pa ofruar askgje ke ai nuk kërkoj. Lekam beti indaluar per një sekonde, i mesuar si qishte me mjedise ku prezenca, e tish prodhonte ndonjë logj reagimi të me nje hershem. Ati reagimi kishte kene nje buzekeshje dhe heshtja ishte ne menyre paradoksale, gjesti me respektues ke dikush kishte berene drajtim të taj preq kohesh. Feluaj të ekte ne per rafte. Librat ishin të organizuar në një mënyre ke nuk, ishte saktesisht alfabetike as si pas gjinise, por ke kishte një logjike të brendshme kë ai po e zbulonte ndersa ekte, si kur ta ishin të organizuar si pas ndonjë kriteri, afersje kë ai nuk, arinte ta e mertonte plotësisht por kë arinte tangente. Poezi prane esese filozofike, shkence fiksion prane kronikes urbane. Nje migjen imbeshte tur të nje Ismail Kadare, kë prekte nje, Gabriel Garcia Marquez, si kur gjuhate ishte nje kufi poros mes miksh, ndaloj para poezise.
Ngësori një velim nga rafti. Ishte një botim I vjetër, me kurizin e zbardhur dhe një mbishkrim, me lapsne fakene pareke të hoshti tjesht, per kur natate gjete I gjate, padate pa nen shkrim. E qoj librin të banaku. Gruaja me sajzit e rumbullaketa ngritisit e perseridhi I pa velimin me nje shprehje ke ishte njohje I vertite. Si dikush ke shehnie objekt të dashur të dali në duar të mira. Zgjedhje e mire tha Agjo. Ki ketu priti per pronarin e duhur per një kohete gjate. Leka nuk e diti pse Agjo gjali prodhojte a I diçka ke nuk arriti ta identifikonte me saktesi, por ke mbeti. Pagoi mori vellimin e mbeshqele me letterkraft me një elastik të thjeshtë, të doli per seri në rrugice ku pemet e vjetra benin higjem bi fundin e pasdites, e si di bloke para se të ndalonte dhe të hapte librin në faken e pare. Rileksuaj mbishkrimin me laps, per kur nata të jetë e gjate. Mbilli librin, mbashti ne duar per një moment dhe papas ne drajtim të librarise mes reshtave. Dera I drurit të erret të Seciles ishte këtjer në heshqen I kete të me pashme. Du te këtë hej. Nuk e din të kur, por I din të kë du te këtë hej. U këtjete martën pasard hese. E kishte tene vete se nuk kishte në sajtim, se ishte vetem një librarisi qdo qëtir, se impulsi per të këtjer ishte vetem impulsi I dikojt ke kishte zbuluar një vend të kënë shem në një kytit ke kapak. Por të hene naten po relekson të poizite në balkonin e apartamentit me zhormen e Tiranes njëzet, e dika të poshte. Dhe kishte diçka në densitetin e atyre vargjeve. Në atë menyren se si pojti arrinti të thoshte gjerat me të renda me letesin e me të madhe. Kë e bente librin të edukej si në bisede ender prere kë kërkon të vazhdim. Mberriti në librarine oren 4 të pasdites, me taksi të thjeshte, pa makinën luksozit e blinduar kë normalisht do të leviste në per ato rrugamin gjë autoritet, kë kryon të hapesire para se të kërkonte. Zilja e deres tingelojti gruaja, të banaku ngritisite nga sizit e rumbullaketa, si heren e pare, por kete here kishte një njohjen e shikimin I saj, a shtimi minimal I shprehjes kë fityra njerëzore, I dedikon dikujt kë eshte këthjer. U ktheve tha Agjo, me një ton ke nuk ishte surprize as kena kesi e logaritur, ishte thjesht një vezgim. U ktheva tha Leka. Dhe pastaj sepse dukej e natyrshmet e thoshte diçka me shumë dhe sepse kishte diçka në heshqen e ati vendikje I bente fjalet me të ndershme. Libri me coj në vendit e qerakua nuk shkon, keshtu ke u deshte vigjate kërkoja vazhdimin. Agjo hoki sizet nga hunda, që ke duke se ishte gjesti, ke per dorte kur ishte gati të gjep të vemengje, të vertit e per diçka. Dhe pjeti qfare po kërkonte saktesisht. Gjo me urgjensen e shite se s'ke duhet të mbila shitjen, por me kuriozitetin e vertitit e dikut ke I pelken problemi. Leka mbeti një moment pa u pergjigjur, jo sepse nuk ishte fjale, por sepse vurire se pergjigja e ndershme nuk ishte një liste, autoresha po gjinish. Ishte diçka me I veshtire per të formuluar dhe kjo kishte pak të bente me letërsine në kuptimin e ngushte. Po kërkoj gjera ke duken të verteta. Tajme në fund. Kjo nuk përpiken të bindin per asge. Kjo thjesht eksistojnë dhe të lene të eksistosh bashke. Ajo mbeti duke e pare per një sekonda me një shprehje ku ai nuk arriti ta klasifikon të plotesisht, por kë duke si shprehja e dikujt ke deggjoj diçka ke nuk priste. Ta degjonte në një menyre ke nuk priste ta degjonte. Pastagju e ngrit nga stoli pas banakut. Kaloi në per hapesire mes raftive me rgjedhshmerine, e dikujt ke një që do centimeter të asaj hapesire per mensh. Dhe pundalon të ketu e ati, duke mare velime, duke I vlerësuar me duar para se ti hapte, duke këther disa, duke mbashtur të gjere. U këtjete banaku me një pirg prej 4 librash. As një nuk ishte një botim I ri. As një nuk ishte në listen I me ta shiturve të ndonjë librarie të madhe. Kishte një autor shqiptar të viteve 30, një perktim të vjetër të Dostojevskit, një përmbledhje poezish bashke kohore kwe Leka kure nuk kishte degjuar të flite, dhe një roman të një autori balkanik kë ajo e prezentoi duke të një thjesht, ki ketu do të të kërkoje diçka, por do t'i avleje. Leka papirgun të pastagjate. Pjeti si editi ajo se do të ishin keta. Ajo buzekesh me lehtesine e dikuq ke ka një pergjigje, por preferon ke personi që të erte arrigje te ka gjo. Ta se kishte vite ke zgjit të libra per të huaj, dhe se ajo ke një person kërkon kur thote se do diçka,
Të vërtet e zakonisht ishte ngjeshta gje me emra të ndryshëm. Thasi nëse gabonte, ai mund të kthehet me cilindo prej tyre dhe agjodu ta nderonte pa pjeçje. I tha këtë me natyrshmërinë e dikush që nuk po bën një leshim tregtar, po bën një premtim. Leka i blu të katërt, dhe mbeti. Nuk doli me njëhere pas pageses, si që kishte beri herën e pare. Mbeti i mbeshtitur të rafti anash, duke shfletuar njerin prej tyre ndersa pas ditja po e resu hejgjashta. Dhe here pas herit thoshin diçka njerit që trit perët teke, ai po leksonte. Ose per librin kë agjo ishte këtjer të leksonte pas banakut, dhe kishte ne ato shkembi me të shkurtra si lesine specifike të bisedave, mes njerëzve kjo ende po zbulogjne. Njerit që trin por ke tashme ngjejnë se i ka diçka ati per të zbuluar. Në një moment të gjo ngriti sa i të edhita, nuk me tregove kur e emrin tënd. Leka, ta vetem keti. I ofroi dorën dhe agjo e per shëndetimin gjë shtrengim të forti ke nuk ishte shtrengimi i buti, i dikujt kë i prezantohet një të pangjohurit e rindesishëm. As shtrengimi i egzageruar i dikujt kë du të lere mbrese. Sofia tha agjo. Dhe pastaj, sepse u dukse kishte kuptim perte të thoshte, kjo librari eshte im gjaprej 3 vitesh. Me pare punojja ne një shtepi botuese të madhine kender. Fito gjamire, udheto gjane panere, kisha titullin të gjitska ke vjen me titullin. Njedi të ndalova dhe vurare se po punojja per të ndertuar ndreni dikush tjetër. Ate here erdha të ndertoj time. Leka mbeti me ate fjali per një moment të gjate. Natyrshmëria me të silen agjo e kishte thënë ati, pa drame pa nevojën ai të validonte vendimin. Si dikush që tregon një fakt të biografise se vet me këtesine, e dikush që tashme ka bere pake me te. I pjeti nëse kishte kene e veshtire. Hajo mendoj per pjeqen si kur ta merte seriosisht. Gjë kë ishte, a i vurire një nga karakteristikat e sej, tendenca per të trajtuar qdo pjeqe si kur meritonte, vertet një pergjigje të gjotjesht një pergjigje. Tha se kishte kene e veshtire në një mënyre të mire. Logji i veshtire si se këti e zgjed sepse edi këne anën qëter të sajë eshte diçka, kë eshte e gjogja vertet. Doli nga libraria ne oren gjashte e gjizme, kur ajo filoj të fik dritat e brendshme. Rrugika ishte me e ftohte. Nata po mberin të mbitirane me ati ritmin e nga dale suarta, laggjeve ke nuk kane në kësitim të efiken. E që deri të bulevardi dhe mori një taksi per të këtjer në apartament me kesin e librave në prehër dhe koken të zene në një mënyre ke nuk, ishte zenja anktioze e punes as po shleku ishketeswar i gjavive të fundit. Ishte një zeni i re. Një vëmendje e drejtuar drejt diçkaje kë ende nuk kishte e merë. Vjeshta mberi ti mbi Tirane me ate ambiguitetin klimatik kë kitetika. Ditet e në ksehta, dhe në të eftota ki alternohen par regullësi. Dhe leka kishte krigjuar pa, e venere një rutine ke përfshinte librarini, mes reshtave, me natyrshmërine me të cilen rutinat e miravendosen, heshtu razi pa peshene dhe tirimive. Shkonte di here në gjave, here pas here trikur gjava në grupin drini ishte mjaftueshëm, i rende sa ke a i kishte nevogje per një event ke nuk ishte puna es apartamenti, dhe kishte gjit mone diçka tere per të leksuar, diçka tere per të biseduar, dhe Sofia ne anen qeter të banakutosit i raftit me vemengjin e plote dhe pangsitim të dikujit ke i pelken ku eshte. Ricardi e vurire para se likate e mertonte ate ki pondote. Ishin nenje dreke punin e fillim të shtaturit kur Ricardi ndaluin gje analize mbi investimet ne me stenje fgjali i paliken me vemengje të shtuar dit ha ti gjendrishe. Dhe nuk eshte në mënyrën se si njerëzit mbeten ndryshe pas një ndargjeje. Lega deshi të peste në qfare mënyre ishte, por Ricardi tashme ishte. Këthirë të investimet me shkattesin e dikush kem gjel një vezgim, dhe nuk ka nevoje ta ugjise. Diferenca ke Ricardi vurire ishte, e veshtire të per shkruhejgj me saktesi sepse nuk ishte. Diferenca e dikush kërë ishte bere i lumtur të pak të njuende. Ishte diferenca e dikush kërë ishte bere me i plote. Sikur gjavet kërë nga fundime, Valentinën kishin reguluar se brendshmi diçka, kërë kishte kene gjashte vendit per shume kohe, që me dramatizem. Por me kitesin, i regullimev kje ndodhin pa paralajmerim, dhe kjo verehen vetem kër rezultati eshte tashmej në funksionim. Lanis pas ditet e shtune me shite hole. Leka mberitin e librarit e gjeti.
Sofine duke përgatitur çaj pas banakut me një përkëndrim që kishte cilësinë e një rituali. Nuk kishte asnjë klient qeter. Dëshiune dritare krijonte atë mjedisin specifik të pasdites, se mbilur kë i ben vendet e brendshme me prezente. Me të dendura, me të tuat. Ajo e deg gjoj të hintit hita pa uktir, se kishte bere saj mali dhese a ishte në kohën e duhur. U ulni koltukune leksimit në fund me filksanin ke ingrohte duart, dhe mbeti duke pare raftet ndersa. Sofia përfundonte atë ke po bente, dhe kishte diçka ne atë heshtje të ndare ke a i kishte me suarta. Njëte si njenga aspektit me te ralla, dhe me te vlefshme te kinit me një person tjetër. Heshtja kë nuk kerkon asgje. Sofia erdhime filkshanin e saj dhe ullne koltukunanash. Kishte një liber të hapur në krahun e koltukut të saj dhe mbeti duke pare shiun në dritare per një moment parasitet hoshte. A e di këti gje i vetmi person ke vjen ketut e nuk me pjet pse hapa një librari kur mund të kisha kendruar në shtepin e botuese. Leka i pate, të gjite pjesin, ta aj, të gjite pjesin, konfirmua ajo, duket se i deja ender rimit të një roget e madhimengje ender të vogel eshte një problem per një rezit. Ata kanë nevoje të kuptojnë motivin para se ta pranojnë. A imbeti i kete një sekondje. Pastaj tha se e kishte kuptuar per gjigjen kë heren e pare ke ajo tregoi, pa pasur nevoje per me shume detaje se sa ajo kishte dhene. Sofia ktheu koken per ta pare ate me ate vëmendjen kë ajo kishte, ate silesi prezense kë nuk kishte vetem kontakt vizual por diska me i gjere. Sikur ajo po deg gjonte jo vetem ate ke tu hesh por hapesiren rotul asaj ke tu hej. Kosh gjeti leka, tha ajo. Dhe nuk ishte një pjeqe kurioziteti biografik, ishte diçka me afer një vezgimi në forme pjeqeqe. Dikush ke perpike te emertogje ate kje vezgonte të zgjit të pjeste në vend kje te konkludonte. E i mendoj per pergjigjen me kuqdesin me tesilin kishte mesuar. Ne ato muajta mendonte per pergjigjet para se ti gjepte. Ta se ishte ende duke zbuluar, se kishte mberitur në një pike të gjetesku disa gjera ke kishte menduar se dinte per veten ishin zbuluar të gabuara. Dhe se ishte në mes të procesit, dhe kuptimit se qfare kishte poshte atyre gjerave kur ato hikeshin. Ishte me e aferta me te vertet e një plote, ke kishte mberitur me te patene te vertet e një plote. Sofia dhe gjoj, pjun gjeg len ke caj, dhe tha se e kuptonte ate. Tha se kishte kaluar diçka të angjashme kur vendosi të dilte nga shtepja botuese. Se kishte një periudhe që orientimi ke duket si hambgje por kja ishte, në të vertete, hapesire kjo po hapeq. Tha se problemi eshte se hapesira pa e merë trem me shume se sa hapesira plot me gjerat e gabuara, sepse te pak të gjerat e gabuara gjanet e njohura. Lika e pate dhenju diçka kje nuk kishte njëre prej shume kohesh. Gjon kse tesne urgjente të filimit me Valentina, gjo ate tërhekqe kë kishte presion poshta. Ishte diçka ndryshi, me e tele dhe me i kete. Ngjesja e te kinit i pare, nga dikush ke nuk i disi qfare po shede gjithse si shedrajt. Ka ndruane ate pas dite shu duke biseduar per librake. Kishin ndryshuar diçka, per otore ke kishin tene me fgjale ate ke, jeta kishte tene me fakte, per historite ke se cili mbante, pa ja treguar po tuaq se askusht. Leka foli per babane, per se si aj burre i heshtur kishte ndertuar diçka me duarte konsistensen. Per se si trashegimja me reale ke kishte marre nuk ishte në bilancet financiare, por në një forme të kaktuar të ngriqes kurbje ke aj e kishte vezguar dhe interiorizuar para se te kishte fjallor per ta përshkruar. Nuk përmendi madesine i kompanise. Nuk përmendi grupin drini. Foli per babane si gjale, jo si trashegimtar, dhe kishte një diferense gjigante me sketire di rrefimeve. Sofia deggjoj me ateve mengjen ke ajo kishte, pa inder prere. Pa ploti suar fjali pa bere logjin, i komentit simpatik ke këta bejgje me shume me ate ke komenton, se sa me ate ke flet. Kure përfunduaj a gjo mbeti ne heshtë per një moment dit ha. Ti duhet të flasesh per të me shpesh, zeri kwe per dor kur flet per baba në tind eshte në gjenga zerat me të ndershëm keki. Leka nuk diti qfarit i per gjigja i per kete me njeheri, gjo sepse vezgimi ishte i veshtiri, por sepse ishte i vertet e ne një menyre kwe kër konte, një moment per tu marre. Hajo tregoj per historina e vet gjithashtu. Per ligjen ke kishte përfunduar di vjet me pare.
Një I dashur ke ishte përpjekur ta binte se libraria ishte romantizem, I të rinjvede si agjo duhej të mendonte për të ardhmen në forme praktik. Ta se kishte këndruar gjashtë e muaj duke u përpjekur të shite bote me site e tiji, duke u përpjekur të gjente argumentin këta bente librarin e të panevojshme, të se kishte mberitur në një mengjes ku uzgjua, dhe kuptui se nuk kishte argument, se kishte vetëm zgjedhjen mes të Kenit a gjoki ishte ose të Kenit një version I edituar I vetvetes për të neksene në një projekt kë nuk ishte I saj. Kishte një kartesi në atë historike leka e njohu nga brenda. Zgjedhja mes të Kenit, I paret të Kenit komod për atë keshe. Shu kishte ndaluar kura I doli nga libraria atë pasdite, duke lene rrugete lagura, dhe duke paskiruar dritat e stillave në fragmentet e arta. Eci deri te bulevardi Pangsitim, me librin e rinenkra dhe koken plot me njeketesi ke kishte mberritur avash, në zhavet e fundit pa u paralajmeruar. Këtesja e dikusht ke eshte saktesisht atje ku duhet të gjete, edhipse ndë nuk edi saktesisht pse. Mendoj per Sofine ndersa merte një taksi. Mendoj per fomen se si agju degjonte, per zerin ke agju perdorte per tete në gjera. Ke ishin të veshtira por ke nuk kishin esnje mizori, per të keshuren e shkurter ke shfakej here pas here në mesten gje bisede serioze me natir shmerine, inje drita regje ke hapet. Mendoj se si kishte muajke nuk peste vetën nese ishte I dashuruar. Kishte ndaluar se pjeturi kete pa e venire kur kishte ndaluar. Dhe vuri retani, ne trotuarin e lagur, se mungesa e pjet gjes kishte nje e mirke, a I ende nuk ishte gatita thoshte me zete larte. Vera mberriti mbi Tirane me atë intensitetin tropikal kë, I ban një rezit I kytetit të kuqtohen se jane, në fund të fundit në zhug. Të muajt kaluan me silesine specifiket e kohes ke kalohet mire, ke nuk peshon, ke nuk ban presion. Lika dhe Sofia kishin ndertuar pa e diskutuar as planifikuar në gjemi kesi, ke kishte konsistensen I gjerave ke rritin avash të rëngjosin telle. Logike nuk ka nevogje per deklarate, sepse eshte evident në qdo detaj të shqelje se të divi. Heamberin të here pas here me shiukje ende pikonte, nga shupi dhe agjo tashme kishte qajin gati sepse. Kishte mesuar se a I shfakejme me shume frekvense në ditet me kohet e mbillur. Agjo ruante libra, ke mendonte se do të ishin të duhurit perte para se a I ti kerkonte. Me atë intuiten e librarit ke eshte gjisme në gjohuri letrare dhe gjisme leksim gjeriu. Shkembenin mesaje per libra ke po leksonin, se pari vetem per libra, pastaj per atë ke libra toshin per gjetet e tire, dhe kishtin e tekstit e tyre të njëjtën sile si të bisedave balle per balle, atë densitetin ingerezve ke zgjedin fjalit me kushdes, gjo sepse duen të lene mbrese por sepse respektojni atë ke po tuhet. Leka kishte ndaluar se perdoruri makinen luksoze per të shkuar të libraria. Kishte ndaluar se perdoruri po tuajt se gjithçka kë e identifikonte me njëhere si atë ke ishte, gjo per strategji, gjo si zgjatim I testit ke kishte bere me Valentinen, por sepse kishte zbuluar se agjo lagje. Agjo librari agjo pasdite me qajte libra dhe bisedet e ndershme, këndronte me shume brenda tij kuraj nuk mberinte me gjithe armature. Ricardi kishte bere një koment në një mbledhje në shtator, muaj pas fundit me Valentinen, ke kishte mbetur duke bere gjehone. Ndon gjehere vendimi me I mire ke nje burre, I pasur mund te mare eshte te kushtohet se eshte burre I pari. Leka kishte keshur ne atë kohe, pastaj kishte menduar se Ricardi, si zakonisht, kishte keneme I saktje se saduke, të nje pas dite janari vesanerisht, të naksehte. Kur djeli hinte nga vitrina e librarise ne kënd të gjeret dhe e bente pluhurin ne pezullim të dukshem si pika driti. Leka ishte ulur ne disheme mes di rafteve, me shpinen ne drudhe kembet e shtrira. Duke leksuar romanin kë Sofia I kishte rekomanduar muaj me pari. Sofia ishte ne anen gjeter të raftit, ak afersa a I arinte të dagjonte, here pas here ferkimin e fakeve kur agjo I kthente. Agjo leksoj me zete larti. Pa pritur, pa paralajmerim, një varg ke ishte në librin ke kishte në duar. Zeri I sajnë heshqen e librarise bosh kishte një qile si qeter, me te ekspozuar, me direkte, sikur hekja I fjaleve nga brenda letres, di vendosja I tyre në agjer e ndryshon të diçka në natyren e tire.
Le kam beti indaluar duke dagjuar pa u përgjigjur me njëherë, kur ajo përfundoi se leksuari, ai tha, pa menduar se ishte saktesisht kështuke kishte kene, ajo pyeti çfarë deshite thoshte. Hajmbeti një moment duke kalibruar se sa do të thoshte. Kishte mbërritur, në muajt e fundit, me aferte vërtete se plotese nes do pikete me parshme. Sofia dinte për babane, dinte për periudën e çorientimit, dinte për lidhjen kë kishte përfunduar në një mënyre kë kishte kene. E nevojshme por kë kishte dhembur. Dinte pothuajse gjithçka kë kishte rendesi i per. Lekadrinin përveç mbiemrit, dhe asaj ke mbiemri mbante. Ishte një lenie gjashte kë kishte filluar si kuqdes dhe ishte bere një peshe kë rritej në proporcion direkt me se si lidhja mes tyre rritej, sepse lidhja e bente lenien gjashte gjithnjë e me pakten dëshme. Tha se kishte kene në një lidhje ku kure nuk ishte pare vërtet. Se kishte kaluar 3 vjet duke u përpjekur të binte vetën se ajo ke shihte, ishte dashuri kur ishte diçka tjetër. Dhe se kishte mbërritur, pas gjithë asaj, në njëven ke nuk priste dhe kjo ishte zbuluar vendime real ku kishte kene. Sofia nuk u përgjigj me njëherë. Dagjoj me atë cilësive me njëgje ke i kishte mesuar të ngjihte, si një nga gjerat ke me shume vlere sonte të ajo. Pastaj tha, me njëze ke nuk ishte gjikimi as ngushellimi, por i dikujt ke një diçka nga përvogja e vet. Ishte e veshtire të dishke po shiheshen e një mënyre ke nuk ishe ti, sepse mali ke nxen pas nuk ishte per personin. Ishte per versionin e vetvetis ke besoj se ishte i dashuruar. Le kam betin e heshqe per një moment ke ishte mjaftueshem, i gjate sa ke ajo të vintere se kishte tene diçka ke kishte mberitur të le. Pastaj tha, me njëketesi ke ishte pothuaj se refim, ishte saktesisht kjo. Mbeten ati një kohe keshtu, te dinga se cila ane i raftit të drurit. No heshqen e librari se me djelin e pas dites ke zbriste nga vitrina. Dhe kishte ne ate heshqenja intimitet ke nuk kishte nevogje, per asgje me shume per të kene ajo ke ishte. Ne rrugane këthimit atë nate. Brenda taksise ke ngjitesh drejt kendres me Tiranen e ndrisuar nete, gjithesh trirgjen e saj zurmuese dhe shkelkese, le kam beti duke pare nga dritargja duke menduar se kishte mberritur momenti per te kene kreshtesisht i ndërshem. Jo sepse duhej ose sepse etika e situates e kërkonte, por sepse kishte një gje ke kishte mesuar në muajt ke nga fundi me Valentinen ke ishte me i vlefshme se qdo leksion ke paragja kishte blire. Kur gjen diçka geniale, e vet mja forme per ta trajtuar me respekt eshte të jesh i plote para saj. Ai nuk kishte kene i plote me Sofine, kishte kene real në gjithë çfarë kishte thene. Kishte kene i ndershem në bisedat, në heshqet, në librat ke zgjidte dhe në pjeqet ke bente. Por kishte një dimension gjiganta gjetes se tiçka e kishte mbajtur gjashte asaj hapesire, dhe ndersa e dimension këndronte gjashte, lidhja ke kishin ndertuar do të ishte reale në pjese, gje kë ishte një forme i sofistikua per të kene gjo e ploti. Duhej të thoshte kush ishte, dhe duhej të zbulonte pas ke saj çfarë mbeti. Zgjot hinje të marte sepse të martat kishin levizjen me të kete të librarise. Amberritin e fillim të pas dites, kur në kësete sia, e shkurtit e bente rrugicen të dukejt si një furre balte dhe pemet e vjetra per dornin, që do gjete per të krigjuar një higje ke nuk, ishte e mgjaftueshme por ishte ajo ke kishte. Nuk kishte as një klient që ter kur hiri. Sofia ishte në shkallën e mbështetur të raftime i larte, duke riorganizuar librat i filozofise me ngjë per kendrim ke nuk u nderpre plotesisht me mberrit gjenetij, por ke u regulua per ta përfshire atë, si që ishte zakoni i saj. Miredita, tha ajo nga lart pa u këtjer, ka limonade në frigoriferin e fundit, i bera sot në mengjes. Leka shkoj deri në fund, sherbeu di gota. U këtit hembeti i mbështetur të rafti anash shkales duke e pare atë të punonte. Kishte diçka ke ai kishte mesuar, ta vleresonte në kete forme të sajte të kenit prezente pa kene performuese. Gjo aftesi per te përfshire një person që terne hapesire pa bere seremoni, por atë dite kishte diçka ndryshe në formen se si a je shite atë, një vëmendje me imprehte, me indjergjekshme per peshen, e asaj ke ishte gati të ndotëte. Ajo zbriti nga shkalla, mori goten e limonadeske e kishte vendosur në raftin me te afert me te,
Piun gjeg lençke dhe e pa ate me ate shprehgjen ke kishte kur verinte, se kishte diçka ndrejshe por preferonte talinte te mberrinte me forkat e veta. Ti ke diçka per te me theni, tha Axho. Nuk ishte pjegje, leka mbetine heshqe per një sekundi. Pastaj tha se po. Tha se ishte diçka që ai kishte mbajtur per shumë kohë dhe se kishte mberritur në pikën ku mbajtja ishte një forme e pandeshmerise. Kaj nuk arrinte ta mbante me. Sofia vendosi goten në raft me një kushdes ke dukesh, si një përgatitje dhe mbeti duke pare ate. Emri imi plote eshte Leka Drini, tha ai. Heshqa kë pasoi nuk ishte heshqa, i dikujt ke nuk i njohu emrin. Ishte heshqa, i dikujt ke i njohu shume. Sofia mbeti duke e pare ate me një shprehje kë kaloi ne per disa gjengje në një suksesion të shpejte, surprize, mosbesim, rikalibrim, dhe në fund në gjeketesi menduese ka ishte me i veshtire per tu leksuar se si la donga te me parshmet. Grupi Drini. Tha Axho me në fund. Leka tha se po. Tha se kishte mberritur në librarine, e sa gjper heri të pare, ne njedit e kurpo, e këte pa destinacion, duke ardhur nga një periude, i veshtire ke kishte ndryshuar disa gjera në menire permanente, dhe se ishte këtjer sepse kishte gjetur ati diçka kje nuk. Gjente në asnjë vend gjetjer në kitit. Tha se e kishte lene mbi emrin gjashte, gjo per logari por per kushdes. Dhe se kushdesi kishte zgjatur shumë kohë, dhe ishte bere diska që tashme nuk ishte me ndashme të mbahe. Caj fia mbeti në heshqe per një kohë kju ai nuk arriti ta maste me saktesi. Duke pare dishemene, e drurit të librarise me shprehjen, e dikujt kje po proceson një informacion që riorganizon një skene të tere. Pastaj ngriti sita drejt tid hetha. Burri ki erdhi këtu herën e pare me taksi ti thjeshtë, mendje ke se plastike në duar blu një velim poezisht e vjetër dhe iku, ki burre ka 4 miliarde leke. Ret këtër, ta leka me një zekë per mbante diçka afer turpit, gjo per pasurine, por per lenjen gjashte. Sofia mbeti një moment me shumën e heshqe. Atëhere, me një nga dalesi ke dukej e kelimshme, shkoj të koltuku i leksimit në fund dhe ull. Leka shkoj pas dhe mbeti në kembe parasaj, duke pritur një reagim këën dhe nuk e dinte si do të ishte. Axho tha, trego të gjitha. Theja i tregoj. Gjo meftote sine e dikusht ke prezanton një raport, por në forme ke kishte me suar me te, me fjalet i duhura per gjerat i duhurat e heshqen i duhur perat e ke fjalet nuk e arrijne. Tregoj per dishimin ke kishte mbashtur per muajt e tere, per testin, per ate ke kishte gjetur në kafe ne ato di pas dite dhe ate ke kishte konfirmuar per taj qdo dishimiti arsjeshem. Tregoj per gjavet i derivimit në per kitet, per naten ke kishte e kur në kembe per heret e pare pas vitesh, per rrugi qende dhe rene drurit ti erret të fjaline, e shkruar me dore në vitrine kë, thoshte hirde kemi qaj. Tregoj per muajt ke pasuan, per ati ke kishte ndertuar me tepa, editur saktesisht sfari, po ndertonte derisa ubete per evidenti, per te mosu e mertuar. Sofia e deggjoj nga fjala e parete e fundit me ateve mendjen. Ke Axho kishte dhe ke ai kishte kaluar muaj per te kuptuar ke, ishte ralle në formen se si gjerat e sinkerta gjanet e ralla. Kur ai përfundoi, Axho mbeti në heshqe per një moment të gjate. Duke pare raftet rotul me ate shprehjen menduese ke kishte kur po mberrinte në ndonjë konkluzionen si per fake. Ate hereta, burri ke unen gjo shfaket, ke tu me taksi të thjeshte ose në kembe, dhe emosionohet me nje varg poezi. Ki burre leksoj romanin në didite dhe uktipa i kerkuar une per të treguar si kishte kene. Ki burre mbeti në dishimi mes raftive në nje, pas diting se tesje sepse ishte në mes të nje kapitulli dhe nuk donte të endalonte. Ki burre me tregoj per babana e ti me njezi ke une nuk du të harroj. Ki eshte burri ke une njo, leka e pa ate. Fakti ko ki burre ka 4 miliarde leke ne banke, vazhdoj Axho. Eshte nje informacion iri, por nuk eshte nje informacion ki ndryshon ate ke une njo. Ndryshon kontekstin, nuk ndryshon personi. Kishte diçka ne ate ke ishte ndryshe nga qdo gje ke, leka kishte pritur të deg gjonte. Kishte pritur surprize, kishte pritur nje regullim në kendrim, kishte pritur me nje ndershmeri ke kushtonte ta pranogje, ke ndonjë gjete ndryshonte në mënyrën se si Axho e shihte pas zbulimit. Nuk kishte pritur atë vazhdime si te kete. Atë njogje ke nuk kishte nevojë per para te per te ke ne Axho ke ishte. Pjeti.
me ngjeze që dolime I ulet se sa pretendonte. Ti nuk do të dish me shume per grupin, per kompanine. Hajo të ngjete ke shurta shkurter ke kishte. Ate si lesi të gezimit spontan kjo ai kishte mesuar të donte. Thase nëse ai donte të tregonte, agjo du të dogjonte, por se nuk du të pjeste sepse nuk, ishte agjo ke me shume I interesonte. Thase agjo ke I interesonte, ishte agjo ke ai kishte thene per babane. Të per periudheni derivimit dhe per motivin real kë e kishte shelle, ne atë rrugice, ne një fund pastitegje gushti. Mbeten duke biseduar per orete të rate pastite, pa qaj kete here, pa libra të hapur, vetem të di ne ato koltuke me librarine rotull dhe naksetesine e shkurtit gjashte. Biseduan në nje me njëre ndryshe nga se si kishin biseduar me pari, me pak kushdis në konture, si din gjerez ke tashme ka ne kaluar nje kufi. Të ke po zbuloj në qfare ka ne anin që ter me kuriozitetin, indershem të dikusht ke nuk ka frike nga agjo ke du të gjegje. Kër Sofia filuaj të mbil të librarine, leka pjeti nese mund të qonte per darke. Pjeti me tonin e tjeshte të dikusht ke fton, pa elaborimin ke zakonisht hinte neftesat e tijgj, pa peshen e gjestit ki ka nevogje per madheshti per të vertituar diçka. A gjota po në të njajgjë të menyre ke a I kishte pjetur. Tjesht po, dolen nga dera e drurit të erret në rrugicen ke atena të kishte ere, e toke se lagur nga njeshi I shkurter ke kishte, kaluar gjate pas dites, të leka pa rrugan indrisuar nga shtillat të mendojse, kishte mberritur në ndonjë vend. Nuk e din të saktesisht me qfare emrita quante ende, por kishte mberritur. De forma se si Sofia e këte anashtigj, për reguluar hapin me te t'i gjinas pa pritur kjo e te regulonte, hapin me I të sagjin. Dhe eshtë duke e kur bashkën e të njashtin drejtim, ishte gjithë qka ke kishte nevogje të kuptonte e mbijate kjo agjo ishte. Muajt ko e pasuan ishin në ndryshe nga të gjithete me parshmit. Ndryshe ne formen se si vetem koha, e vertete eshte ndryshe nga koha e ushtrimit. Lekat e Sofia ndërtuan njete tashme bashke me soliditetin, e ketete e gjerave ke nuk kane nevogje, per nësitim sepse tashme gjane ato ke gjane. Agjo kishte pare apartamentin luksos dhe kishte mbetur në kembe para dritareve duke pare. Tiranen me nje shprejgje kwe nuk ishte lakmias qorientim. Ishte dikusht ke po solistendje, pamgje të bukur të një bote ke I perkiste, qetrit por ke qetri, per dashuri, po endante. Kishte të ne se ishte e bukur, dhe ishte këtjer te e fliste per një liber ki po diskutonin para se te emberinin. Libraria mes reshtave vazhdoj të ishte I Sofise, I administruar nga Sofia, duke u rritur në ritmin kë Sofia perkaktonte. Leka kishte ofruar një here, me një diskresion ke ai vete kishte mesuar me muajt, të bente një investim ke du të lejonte zgjerimin I hapesires. Agjo kishte degjuar, kishte mbetur në heshtë kohen I mgjaftueshme per të konsideruar vertit. Të kishte të ne gjomiten gjajten këti si me te silen du të I thoshte po. Pa drami, pa miren gjogjet e të pert, pa nevojshen per të shpiguar me shume se sa ishte I nevojshme. Thase libraria ishte I saq në një mënyre ki funksiononte vetem duke kene të risisht I saj, dhe se pranimi I investimit të gjashtem du të ndryshonte një, gje ke agjo nuk donte të ndryshonte. Tha, ti e kupton kete me miri se shdo person. Dhe e kuptonte. Kishte ndërtuar grupin drini me të njështen logjike, refuzimin per të komprometuar vizionin e vet per komoditet të qetrit. Dhe kishte diçka thellësisht familjare në atë jo ke ishte. Në të vertetenje pohim identiteti. Ricardi kishte njohur Sofine në një dreke në një të djel marsi, në apartamentin e lekes. Dhe kishte mbetur duke e pare, atë me atë shprejgjen e dikujt ke po ben një vleresim ki nuk eshte mos miresjelje, por eshte I pashmangshem. Pastaj I kishte thene lekes në koridor, me zete ulet. Agjo nuk pjeti as kje per bizneset. Te leke kishte buzeke shur me atë buzeke shqinki, kishte mesuar në ato muaj. Buzekeshja e dikusht ke e divleren e asaj ke ka saktesisht, sepse kaluine per koston e kuptimit të asagje ke nuk kishte. Dimri u këthjene Tirane me shundit të eftohtin, e tate ke kitetika kur nuk eshte në ksete. Te ishte në nje pas dite koriku ke. Leka drini hiri në nje argjendari diskrete. Gjo per të blire nje pjesi dizajni kë mund të njihe nga distanca. Por per të porositur diçka ndryshe,
Nje kuti ka difeshe blume, nje gurte thjeshti. Pa ekshibicionizem, me bukurine e gjerave që nuk kanë nevoje të bertasin per tu pare. Argendari pjeti cili do të ishte rasti. Leka thase ishte një propozim martese. Argendari pjeti qfare i pelkente nuses. Leka mendoj per një moment dhe ta, ate ke eshte reale, ku t'jam beti në kshepin e brenqem të ekshaketes per tregjave. Leka nuk i kishte planifikuar momentin me ftohtësinë kirurgjikale me tesilen. Kishte planifikuar testin e muajve me pare. Kishte mesuar se disa gjera nuk duhen planifikuar të per, se të primi i planifikimit eshte here pas here nje forme, per të kontrolluar atë që duhet, ti dorezohet rastesi se njëngjes. Momenti mberit i në njete e njete në ten, pa paralajmerim special. Me atë si lesini i nje pas ditejë, këtë tjesht eshte e mire pa motiv të perkaktuar. Kishin darkuar në nje restorant të tjeshtet e zona e stadiumit dhe ishin në kembe në trotuaret, e lagjes me duart e nderturura pa as njërin prej tyre të kushtonte momentin e sakte kur kishin dhene duart. Dhe në tambi Tirane ishte e karte në formen se si Tirana hire pas hire mbetit e karte. Me i gjet ke luftonin hapesire me ndrisimin e kytetit. Lekata se donte të ndalon të në nje vend. Ishte rruga e ish blokut. Ishte rruga e kafeseku Gjitska nisi. Ai kishte menduar per kete, per perdorimin e atij vendi ke mbante nje historike kishte dëmbur. Kishte menduar se kishte di forma per tu marre me vendet ke mbanin kujtime të veshtira. Ti shmangje per gjithmone, ose t'jak të gje vetvetis me një historike ta ishte me i vertite. Kishte zgjedhur formen e dite. Hajntën e kafe. Kamarierika i Sherbeu nuk ishte gjaloshi i muajve me pare, ishte dikush ndryshe, dhe le kam beti miren gjohes per kete, per atë bujari shume të vogel të rastesise. U ulen e triezen e koshes me dritaren kë shihte nga rruga, atë ke linte të hinte drita e arte e zakonshme. Dhe kafgja vazdonte e bukur në të njeshten menyre kë kishte, kene e bukur në të gjitha momentet kur. Leka kishte kene ati, indifferente ndaj historive këngjerezit cilnin, dhe linin bitriezat e saj. Sofia pa nga dritar gjatë trotuarin me shikimin e këte ke kishte per gjerat e bukura, pa posesivitet, pa nevojën per të katalogarat e keshite. Ta se ishte një vendi bukur, ta se ndonjëherë Tirana fshite gjerat e tilla. Ketu kopa kititi kë kishin shkalengjerezore në meste, gjithë s'ka gje kë eshtet e per e madhi. Leka i pa ate per një moment pa teni as gje. Pa fityren kë kishte me suarta lekson të gjate pothuajse di viteve, që do shpregje, që do pauze, që do shtimve me ngjegjen e sita i saq kur agjo pomberinte në një konkluzion. Pa fustanin kë agjo veshurat e nate, i thjeshte, i bleremi parate e veta të fituara ndërshmerisht në librarin e kë ishte teresisht e saq. Pa duart e saq mbi trajeze, pa unaza as zbukurime. Të ngjeshtat duar ke organizonin librat e pergatitnin qaj, dhe arrinin rafte të larta me shkat të sene. E dikush ke banon plotesisht hapesirene e vet. Sori kutine nga shepite e vendosim bimbulesen i bardhit të trajzes. Sofia pa kutine per një moment. Pastaj ngriti site drajtaj me një shprehje ki aj kurre nuk, e kishte pare me pare të ajo. Një shprehje ki përmbante surprize dhe njohje dhe diçka ki ishte me, i të lese qdo i merë ki aj arrinte të i gjepti. Diçka ki ishte shprehja e dikusht ke nuk e priste por ke. Kur e mori, vuri rese po e priste prej kohesh më gjaftu eshem sa të mos e dinte me ke priste. Ta emrin e saj. Ta se kishte mberritur në një pikete gjetes ku kishte kuptuar diferencen mes te, kenit i shikuar dhe te kenit i pare. Se kishte kaluar në pergjera ke kishin kenit e dhimshme porke, me kohen ke koha gjep, kishin kenit e sakta, sepse pa ato e nuk du te kishte hire në një rrugice në një pastit e gushti, nuk du te kishte shtire një dire drurit e erret, nuk du te kishte degjuar një gruat e thoshte hir, kemi cajmen një mik pritje pa qmim. Ta se agjo ke kishte gjeturat i brenda ishte me shume se libra. Ishte një forme i eksistences një bote ke aj e kishte njohur si formen ke gjithmone kishte dashur dhe kurre nuk kishte diturta e mertonte. Pjetine se agjo donte te martohej me ti. Heshtja ke paso ishte ndryshe nga te gjitha heshtjet ke leka kishte gjetuar një ati trezi. Ishte një heshtje e plote, gjobosh. Ishte logji i heshtjes ke merë frime. Sofia pa kutine. Pastaj ate. Pastaj per seri kutine.
me atë shprehjen menduese ke kishte kur po mberinti në një konkluzione si përfake. Atëherë tha, kam një kusht, le kapriti. Ajo ta se donte një kontrate paramartesore, se nuk donte as një euro, as një lek, as një fraksion të pasurise se taj, në as një retane. Se libraria, mes reshtavi, ishte i saj dhe du të vazhdonte të ishte i saj, se apartamenti i saj ishte i saj dhe du të vazhdonte të ishte i saj, se gjeta i saj financiare ishte e pavarur dhe duhej të vazhdonte të ishte, ta se do të martohemete, me leken ke kishte hajri nga dera i librarise me një ke se roba shte perdurura dhe kishte blere një vellim poezishte vgjeter me një mbishkrim me lapske të shte perkurnatata, gjeta i gjate. Qaute marto hej me gjallin ke fliste per babane me një zeked hembi. Me leksuesin ke mbetaj në dishime mes raftive sepse nuk donte të ndalonte në mistengje kapituli, me burren ke kishte me suarte ekte me duart, e ndjer turura pa kuqtuar momentin e sakte kur kishte dhene duart. Nuk do të martohaj me pasurine, nuk kishte nevoje per pasurine, le kam beti duke e pare ate per një moment ke ishte momenti me i karte, i jetes se tijte rritur. Pastaj tapo në një forme ke nuk ishte leshim, ishte njohgje, ishte konfirmimi se kishte gjetur saktesisht ate ke kishte kërkuar në 3 vitet e gabuara dhe në 2 vitet e duhura, ke kishte gjetur dike ke shite, leken para drinit, burrin para shifres, leksuesin para presidentit. Sofia hapikutine, guri e tjeshte kapi dritën e arte ke hinte, nga dritargja në tenjeshten mënyre ke kishte kapur gjithçka, ke ishte mire ne ate trajze ke nga fillimi. Ajo vendosi, una zen në gishtin e vet, pa dorem per një sekonde, dhe pastaj e pa atë me një buzekeshqe që nuk ishte triumfias ngushelimi. Ishte thjesht lumturi, e thjeshte, direkte, pa nën tekst. Gjashte trotuari vazhdonte me lëvizjen e zakonshme. Njerëzit që kalonin pa editur se brenda një kafegje me fasëre diskrete një burre kishte zbuluar, pas një rrugë të gjatë dhe të veshtire, se dashuria me reale që ekziston nuk ka të bëjgje fare me atë që ofrohet, dhe ka të bëjgje gjithçka me atë që kur nuk kemi asgjë për të ofruar përveç vetvetes. Dhe se ndonjë herë maskimi që zbuloi falsitetin, i dikush që shtiret se donte eshte i njështi maskim që hapi rrugën për të gjetur atë që du të donte vërtet. Saktesisht si ishte ai. Me ose pa pasuri, me ose pa maskime, në një rrugi se në një pas dite gushti që filui me saj dhe përfundua me gjithçka. Të edhe shur dakgjus, shpresojme që historia e lekes dhe sofisete që të mberitur, të gju në formen se si historite e vërtet mberiqne, gjuvetem si argëtim, por si një paskire. Një paskire në të cilen në mbase keni njohur, diçka nga veqja gjuaj, një dishim kë mbanit, një zgjetje kë shtinit, ose thjesht kushtimin se dashuria ke javlen nuk ishte, agjo ke në zgjet për kornizen ke ndjartush me rreth vetis, ishte agjo ke në zgjet pavaresisht se nuk ka së një ditirim të bëgje kete. Nise kjo histori levizi diçka të gju mos e mbani për vete. Nda gjeni me dike ke ka nevoje të dek gjogje se të gjesh i dashuruar vertet eshte e mundur dhe se fillon duke kene i vertete. Regjistrohuni në kanal ke historiti i ardhshme të mberini të gjupa pasur në vogjeti kerkoni, sepse kemi shume historit e tila. Histori mbaj zgjetje të veshtira dhe dashuri reale dhe rrugike ka në kuptim vetem kur shihen nga paspara. Lini pelkimin tuash dhe tregoni në komente. A du të besonit në një dashuri ke gjuzgjodhi pa editur se qfare kishit, në leksoj me s'do përgjigje dhe s'do përgjigje në thote se i avlen të vazhdojme të tregojme. Fundi i historis.